kur mjekët e Spitalit Universitar Nën Tereza në Tiranë dolën nga dhoma e operacionit në mëngjesin e hershëm të janarit të vitit 2022, fytyrat e tyre tregonin atë që askush nuk donte ta dëgjonte. Në duart e kirurgut kryesor dridhej një dosje mjekësore me 137 faqe, raporti më i detajuar që ishte shkruar ndonjëherë për këmbën e Margarita Xhepës. Brenda asaj dosjeje, të fshehura pas termave mjekësor dhe diagrameve të komplikuara, shieshin të vërteta që familja kishte përpjekur t'i mbante sekret për 3 vjet. Radiografitë tregonin diçka që e bënte edhe mjekun më të përvojshëm të ngrinte vetullat me shqetësim. Eshtrat e këmbës së majtë të aktores më të dashur të Shqipërisë ishin të thyera në 5 vende të ndryshme, disa nga to kur nuk ishin shëruar siç duhet, dhe tani infeksioni kishte filluar të përhapej. Nëse nuk veprojmë shpejt, tha kirurgu duke i dorëzuar dosjen djalit të Margaritës, do të humbasim më shumë se sa mund të imagjinoni. Por çfarë kishte ndodhur me këmbën e gruas që kishte vallëzuar në skenat më të mëdha të Evropës? Kush e dinte të vërtetën dhe pse e kishin fshehur aq gjatë? Dhe më e rëndësishmja, a ishte ende koha për ta shpëtuar karrierën e saj, apo kjo ishte fundi i legjendës? Margarita Xhepa nuk ishte thjesht një aktore. Ajo ishte një institucion, një simbol i artit shqiptar, një grua që kishte sjellë në jetë personazhe që brezat i mbanin mend me lot në sy. E lindur më 28 shkurt të vitit 1948 në Lushnjë, Margarita kishte ardhur në këtë botë në një kohë kur Shqipëria ishte ende duke u shëruar nga plagët e luftës. Familja e saj ishte e thjeshtë, babai punonte në kooperativën bujqësore, nëna qepte rroba për fqinjet për të shtuar pak para në shtëpi. Por Margarita kishte diçka që para nuk mund ta blinin, një talent që dukej pothuajse i çuditshëm për një fëmijë aq të vogël. Në moshën 5 vjeç, ajo imitonte të gjithë, mësuesit, fqinjet, madje edhe zërat e kafshëve, me një saktësi që i bënte të rriturit të qeshnin derisa u dhembte barku. Por kur hyri në shkollë dhe mësuesja e saj e parë e pa duke recituar një poezi të Naim Frasherit, ajo kuptoi se kjo vajzë nuk ishte si të tjerët. Ajo nuk po lexonte fjalët, kujtonte mësuesja vite më vonë. Ajo po jetonte ato. Vitet e 60-ta ishin koha kur Shqipëria ishte e mbyllur nga bota, por brenda mureve të saj, arti lulëzonte në mënyrën e vet të veçantë. Margarita u regjistrua në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë në vitin 1966, kur ishte vetëm 18 vjeç. Konkurenca ishte mizore, nga 530 kandidat, vetëm 25 u pranuan. Margarita ishte një prej tyre. Profesorët e saj kujtojnë një vajzë të heshtur, të përqendruar, që nuk fliste shumë por kur hynte në skenë, transformohej në dikë tjetër plotësisht. Ajo nuk po luante personazhe, ajo po bëhej ata. Në vitin e saj të parë, ajo mori rolin e Ofelia në Hamlet të Shakespeare-it. Ishte një rol që zakonisht i jepej studentëve të vitit të 4, por regjisori insistoi. Ajo është Ofelia, tha ai. Nuk ka nevojë të mësoj të luaj marrëzin. Ajo e kupton dhimbjen. Pas diplomimit në vitin 1971, Margarita u bë pjesë e teatrit kombëtar. Ishte fillimi i një karriere që do të zgjidhte 50 vjet. Ajo luajti në 10 shfaqje, nga tragjedi klasike deri te drama moderne shqiptare. Por ishte roli i saj në filmin Të mbijetuarit në vitin 1983 që e bëri atë një emër në çdo shtëpi shqiptare. Ajo luajti një nën që humbi 3 djem në luftë dhe tani përpiqej të mbijetonte në një fshat të shkatëruar. Skena ku ajo qante mbi varrin e birit të saj të fundit u bë ikonike. Njerëzit në kinema qanin me zë të lartë. Disa gra u detyruan të dilnin jashtë sepse nuk mund ta duronin dhimbjen. Margarita nuk po luante, ajo po ndante dhimbjen e çdo nëne që kishte humbur një fëmijë. Dhe publiku e ndjeu atë. Por pas suksesit vinte çmimi. Margarita punonte pa pushim, prova në mëngjes, xhirime pasdite, shfaqje në mbrëmje. Trupi i saj filloi të paguante. Në vitin 1987, gjatë një prove për shfaqjen Mbreti i Lirë, Margarita rëshiti në skenë. Ishte një rëshitje e thjeshtë, asgjë dramatike. Ajo u ngrit, buzëqeshi dhe vazhdoi provën. Por në atë moment, diçka në këmbën e saj të majtë kishte dëmtuar. Ajo nuk e dinte ende, por ajo rëshitje e vogël do të ishte fillimi i një vuajtjeje që do të zgjidhte dekada. Margarita nuk shkoi te mjeku. Nuk kishte kohë. Kishte një premier pas 2 javësh. Dhe në atë kohë, në Shqipërinë komuniste, nuk ankoheshe për dhimbje. Vazhdoje punën. Kështu që ajo vazhdoi.
Dhimbja në këmbë u bë e vazhdueshme. Në fillim ishte vetëm një dhimbje e lehtë, si një gjilpër që të shponte çdo herë që ecje. Pastaj u bë më e fortë. Margarita filloi të çalonte. Kolegët e saj e vunë re, por ajo u tha se ishte vetëm lodhje. Jam mirë, thoshte ajo duke buzëqeshur. Por në dhomën e saj të zhveshjes, pas çdo shfaqjeje, ajo ulej dhe masazhonte këmbën me lot në sy. Bashkëshorti i saj, Guglielmo Radoja, një aktor i njohur edhe ai, e luti ta çonte te mjeku. Por Margarita refuzoi. Nëse mjekët zbulojnë se kam një problem, tha ajo, nuk do të më lejojnë të luaj. Dhe nëse nuk luaj, çfarë jam unë? Kjo ishte dilema që do ta ndjekte Margarita Gjepën për pjesën tjetër të jetës së saj. Ajo nuk ishte vetëm një aktore, ajo ishte arti i saj. Pa skenën, pa personazhet, pa duartrokitjet, ajo nuk e dinte se kush ishte. Kështu që ajo zgjodhi të vuante në heshtje. Dhe vuajti. Për vite me radhë, ajo luajti me dhimbje. Mori ilaçe kundër dhimbjes para çdo shfaqjeje. Vishte këpucë të veçanta që fshinin çalimin. Mësoi të ecte në mënyrë që publiku të mos e vinte re. Ishte një performancë brenda performancës, jo vetëm të luash personazhin, por edhe të fshesh vuajtjen tënde. Por trupi nuk harron. Dhe trupi nuk fal. Në vitin 1995, gjatë një shfaqjeje të Antigonës, Margarita ra në skenë. Kësaj radhe nuk ishte një rëshitje. Këmba e saj thjesht dorëzoi. Ajo dëgjoi një krisje, një tingull i tmerrshëm që e bëri të ulëriste. Perdja u ul menjëherë. Ambulanca erdhi. Margarita u dërgua në spital. Radiografit treguan atë që mjekët kishin frikë, eshtri i këmbës ishte thyer në 2 vende. Por më keq, dëmtimi i vjetër nga viti 1987 nuk ishte shëruar kurrë siç duhet. Eshtri ishte bashkuar gabimisht, duke krijuar një strukturë të dobët që tani kishte dështuar plotësisht. Mjekët i thanë Margaritës se kishte nevojë për operacion urgjent. Por jo çdo operacion, një ndërhyrje komplekse që do të kërkonte muaj rikuperimi. Dhe edhe pas asaj nuk kishte garanci se do të mund të ecte normalisht përsëri, e lëre më të vallëzonte apo të luante në skenë. Margarita dëgjoi në heshtje. Pastaj pyeti, sa kohë para se të mund të kthehem në skenë? Mjeku e shikoi me mosbesim. Zonjë Gjepa, tha ai butë, ju nuk po më dëgjoni. Karriera juaj në skenë mund të ketë mbaruar. Margarita nuk tha asgjë. Vetëm shikoi tavanin e dhomës së spitalit dhe lot filluan të rrjedhin ngadalë. Për herë të parë në jetën e saj, ajo nuk po luante. Kjo ishte dhimbja e vërtetë. Por Margarita Gjepa nuk ishte grua që dorëzohej lehtë. Ajo u operua. Kaloi 6 muaj në rikuperim. Mësoi të ecte përsëri, hap pas hapi, me dhimbje, me vendosmëri. Dhe në vitin 1996, ajo u kthye në skenë. Publiku e priti me një ovacion që zgjati 10 minuta. Margarita qëndroi në skenë duke u mbështetur në një bastun dhe qau. Ju faleminderit që nuk më harruat, tha ajo. Por ajo që publiku nuk e dinte ishte se çdo hap që ajo bënte në atë skenë ishte një akt i vullnetit të pastër kundër dhimbjes që e gërryen nga brenda. Ajo kishte zgjedhur artin mbi shëndetin. Dhe do të vazhdonte ta bënte atë për 26 vjet të tjera. Por çfarë ndodhi në ato 26 vjet? Si arriti Margarita të fshehej gjendjen e vërtetë të këmbës së saj? Dhe kush ishin njerëzit që e ndihmuan ose e shfrytëzuan në atë heshtje? Kjo është historia që askush nuk e ka treguar deri tani. Historia e një gruaje që dha gjithçka për artin e saj. Dhe çmimi që pagoi ishte më i lartë se sa dikush mund të imagjinonte. Në kulisat të teatrit kombëtar, në një dhomë të vogël që vetëm pak njerëz e dinin se ekzistonte, mbahej një sekret që mund të shkatëronte karrierën më të ndritur të Shqipërisë. Çdo mbrëmje, një orë para se të ngrihej perdja, Margarita Gjepa ulej në një karrige të vjetër lëkure dhe një grua me flokë gri, infermierja Drita Kola, që kishte punuar në teatr për 42 vjet, i bënte një injeksion kundër dhimbjes direkt në këmbën e majtë. Ishte një ritual që kishte filluar në vitin 1998 dhe që vazhdoi në heshtje absolute deri në vitin 2020. Askush tjetër nuk lejohej të hynte në atë dhomë gjatë asaj kohe. Drita mbante një çelës të veçantë. Margarita paguante nga xhepi i saj, jo me parat të teatrit, por me kursimet e saj personale.
Nëse dikush zbulonte, tregon drita sot, duke folur për herë të parë pas 24 vitesh heshtje, Margarita do të detyrohej të tërhiqej. Dhe ajo preferonte të vdiste se sa të linte skenën. Injeksionet ishin vetëm fillimi. Margarita kishte zhvilluar një sistem të tërë për të fshehur gjendjen e saj. Ajo vishte pantallona të gjera që fshinin mënyrën se si këmba e saj ishte bërë pak më e shkurtër se e djathta, pasojë e operacionit të keq të vitit 1995. Këpucët e saj ishin bërë me porosi nga një këpucar i vjetër në Tiranë, me një taban të fshehur që kompensonte dallimin. Kur ecte, ajo e mbante peshën në këmbën e djathtë dhe përdorte muskujt e ive për të balancuar trupin. Ishte një performancë e vazhdueshme, edhe jashtë skenës, ajo po luante rolin e një gruaje të shëndetshme. Vetëm në shtëpi, kur dyert mbylleshin dhe askush nuk shikonte, Margarita lejonte veten të rrëzohej. Bashkëshorti i saj, Guglielm, e gjente shpesh ulur në dyshemet të banjës, duke qarë nga dhimbja, duke masazhuar këmbën me duar të dridhuara. Guglielm Radoja ishte një burr i duruar, por edhe ai kishte kufijtë e tij. Në vitin 2003, pas një krize veçanërisht të keqe ku Margarita kishte rënë në shkallët e shtëpisë dhe kishte kaluar 2 ditë në spital, ai i dha një ultimatum. Ose shkonte një specialist dhe merr trajtim të vërtet, tha ai, ose unë do t'i them vetë drejtorit të teatrit. Margarita e shikoi me një shprehje që ai nuk e kishte parë kurrë më parë, jo zemërim, por frikë të pastër. Nëse ti bën atë, tha ajo me zë të ulët, unë nuk do të fal kurrë. Guglielm nuk e bëri. Por diçka ndryshoi atë ditë. Ai kuptoi se gruaja që ai donte ishte e zënë nga një pasion që ishte më i fortë se dashuria, më i fortë se shëndeti, më i fortë madje se instinkti i mbijetesës. Margarita nuk ishte e varur nga droga apo alkooli. Ajo ishte e varur nga skena. Dhe si çdo varësi, ajo ishte gati të shkatëronte veten për të marrë dozën tjetër. Por kishte edhe të tjerë që e dinin. Regjisori i teatrit, Pjetër Gjoka, një burr me reputacion të ashpër por me zemër të butë, kishte vënë re diçka të çuditshme në vitin 2005. Margarita kishte filluar të refuzonte role që kërkonin shumë lëvizje fizike. Ajo, që dikur kishte vallëzuar në Giselle dhe kishte bërë akrobaci në macja mbi çati të nxehtë prej zinku, tani zgjidhi role ku mund të rinte ulur ose të lëvizte minimalisht. Kur Pjetër e pyeti, Margarita ju përgjigj me një buzëqeshje dhe një gënjeshtër të përgatitur mirë, po plakem, Pjetër. Duhet t'i lë rolet e reja gjeneratave të reja. Por Pjetër nuk ishte budalla. Ai e thiri Dritën, infermieren, dhe e pyeti drejt për drejt. Drita, e kapur mes besnikërisë ndaj Margaritës dhe ndërgjegjes së saj profesionale, i tha të vërtetën. Pjetër dëgjoi në heshtje. Pastaj tha, unë nuk kam dëgjuar asgjë. Por ti do të sigurohesh që ajo të ketë gjithçka që i nevojitet. Dhe nëse dikush pyet, ti nuk di asgjë. Kjo ishte mënyra se si Margarita Xhepa vazhdoi të luante për vite. Jo vetëm me talentin e saj, por me një rrjet njerëzish që e mbronin sekretin e saj. Por çdo sekret ka një çmim. Dhe çmimi që Margarita po paguante ishte duke u bërë i padurueshëm. Në vitin 2010, gjatë një shfaqjeje të media, Margarita kishte një sken ku duhej të gjunjëzohej. Kur u përpoq të ngrihej, këmba e saj nuk u përgjigj. Ajo qëndroi atje, gjunjë, duke u përpjekur të fshehë panikun. Aktori që luante me të, një djalë i ri që e adhuronte Margaritën, e kuptoi menjëherë. Ai improvizoi, e kapi nga krahu dhe e ndihmoi të ngrihej, duke e bërë të dukej si pjesë e shfaqjes. Publiku duar trokiti. Askush nuk e kuptoi se ajo që sapo kishin parë nuk ishte art, ishte shpëtim. Pas asaj nate, Margarita e dinte se koha po mbaronte. Trupi i saj po dorëzohej. Dhimbja nuk ishte më diçka që mund ta kontrollonte me injeksione. Ishte bërë një zjarr i vazhdueshëm që e gërrente nga brenda. Ajo filloi të humbiste peshë, jo sepse donte, por sepse dhimbja e bënte të humbiste oreksin. Fytyrën e saj, dikur plot jetë dhe shprehje, tani dukej e lodhur, e tërhequr. Njerëzit filluan të flasin. Margarita po plaket, thoshin. Koha e saj po kalon. Por ajo që ata nuk e dinin ishte se Margarita nuk po plakej, ajo po vdiste ngadalë, cop për cop, duke filluar nga këmba e saj e majë. Në vitin 2015, Margarita mori një vendim që do ta ndryshonte gjithçka. Ajo shkoi fshehurazi te një specialist ortopedik në Itali, një mjek që kishte reputacion për trajtimin e lëndimeve komplekse.
Mjeku e ekzaminoi dhe i bëri një seri radiografish dhe skanime. Kur rezultatet dolën, ai e thiri Margaritën në zyrën e tij dhe i foli me një sinqeritet që ishte pothuajse mizor. Zonjë Xhepa, tha ai, këmba juaj është në një gjendje katastrofike. Eshtrat janë të thyra në mënyra që nuk kam parë kurrë. Infeksioni ka filluar. Nëse nuk veprojmë tani, brenda 5 vitesh do të jeni në karrocë me rrota. Dhe nëse infeksioni përhapet, mund të humbasim këmbën plotësisht. Margarita e dëgjoi pa shprehje. Pastaj pyeti, nëse bëj operacionin, sa kohë para se të mund të kthehem në skenë? Mjeku e shikoi me një përzierje mëshire dhe mosbesimi. Ju nuk po më dëgjoni, tha ai. Nuk ka kthim në skenë. Kjo është për të shpëtuar këmbën tuaj, jo karrierën tuaj. Margarita u kthye në Shqipëri pa i thënë askujt se ku kishte qenë. Ajo vazhdoi të luante. Por diçka kishte ndryshuar. Ajo e dinte tani se fundi po vinte. Nuk ishte më pyetje nëse, por kur dhe kjo njohuri e bëri çdo shfaqje më të dhimbshme, jo fizikisht, por emocionalisht. Çdo herë që ngrihej perdja, Margarita mendonte, a është kjo hera e fundit? Çdo herë që publiku duartrokiste, ajo mendonte, a do t'i dëgjoj këto duartrokitje përsëri? Dhe çdo herë që dilte nga skena, ajo shikonte prapa, duke ditur se një ditë do të ishte hera e fundit që do të ecte në atë skenë. Në vitin 2018, Margarita luajti në atë që shumë kritik e konsiderojnë performancën e saj më të madhe, rolin e Mëm Kourage në shfaqjen e Bertolt Brecht. Ishte një rol që kërkonte forcë fizike dhe emocionale. Margarita e dha gjithçka. Çdo mbrëmje, ajo dilte nga skena e shtëruar plotësisht, me këmbën e ënjë dhe të kuqe. Drita, infermierja, e priste me akull dhe bandazhe. Por edhe kjo nuk mjaftonte më. Një mbrëmje, pas shfaqjes, Margarita ra të fikët në dhomën e zhveshjes. Ambulanca erdhi. Ajo u dërgua në spital. Mjekët thanë se ishte dehidratim dhe lodhje. Por drita e dinte të vërtetën. Trupi i Margaritës kishte arritur kufirin e tij absolut. Kur Margarita u zgjua në spital, djali i saj, Piro, ishte ulur pranë shtratit. Ai e mbante dorën e saj dhe qante. Nën, tha ai, ti duhet të ndalosh. Po vret veten. Margarita e shikoi me sy të lodhur. E di, tha ajo. Por nëse ndaloj, çfarë më mbetet? Piro nuk kishte përgjigje. Çfarë mund të thoshte? Se ajo kishte një familje që e donte? Se kishte nipër që donin ta shihnin të rritet? Se jeta ishte më shumë se skena? Por për Margarita Xhepën, jeta ishte skena. Gjithçka tjetër ishte vetëm pritje për momentin tjetër kur do të hynte në dritën e reflektorëve. Dhe kështu, ajo vazhdoi. Edhe pse trupi i saj po thërriste për ndihmë. Edhe pse çdo hap ishte një torturë. Edhe pse ajo e dinte se po ecte drejt një fundi që nuk mund ta shmangë. Margarita Xhepa zgjodhi skenën mbi gjithçka. Dhe bota e adhuroi për atë. Por askush nuk e pyeti çmimin që ajo po paguante. Askush nuk e pyeti nëse vlente. Dhe askush nuk e dinte se sa afër ishte fundi. Në një mëngjes të ftohtë marsi të vitit 2020, 3 muaj para se pandemia të mbyllte botën, një grua e panjohur hyri në spitalin universitar Nën Tereza dhe kërkoi të fliste me kryekirurgun ortopedik. Ajo nuk dha emrin e saj. Ajo thjesht la një zarf të trash në tavolinë dhe tha, brenda janë të gjitha radiografitë dhe raportet mjekësore të Margarita Xhepës nga viti 1987 deri sot. Askush nuk I ka parë këto dokumente të gjitha së bashku. Ju duhet t'i shihni. Sepse ajo po vdes dhe nuk do ta pranoj. Gruaja u kthye dhe doli. Kur mjeku hapi zarfin, ajo që pa e bëri të ngrinte telefonin menjëherë. Brenda kishte 163 faqe dokumentacion mjekësor, disa nga spitale shqiptare, disa nga Italia, disa madje nga Greqia. Të gjitha tregonin të njëjtën histori. Margarita Xhepa kishte vuajtur nga një lëndim I rënd për 33 vjet dhe kishte refuzuar vazhdimisht trajtimin e duhur. Dhe tani, sipas raportit më të fundit nga Italia, infeksioni kishte filluar të përhapet në gjah. Nëse nuk vepronin brenda 6 muajve, ajo do të humbiste këmbën. Ose më keq. Kush ishte gruaja që la ato dokumente? Disa thonë se ishte drita, infermierja, që në fund nuk mund ta mbante më sekretin.
Të tjerë thonë se ishte një mjeke e re që kishte punuar me Margaritën dhe që nuk mund të qëndronte më në heshtje. Dhe disa thonë se ishte vetë Margarita, se ajo e dërgoi Dick për ta bërë atë, sepse në thellësi të zemrës së saj, ajo e dinte se kishte nevojë për ndihmë, por nuk mund ta kërkonte vetë. Kush që ajo grua ndryshoi gjithçka. Sepse tani, për herë të parë, e vërteta ishte jashtë. Dhe nuk kishte më kthim prapa. Kryekirurgu Dr. Arben Çela, një burr me 28 vjet përvojë dhe reputacion për të qenë i drejtpërdrejtë deri në ashpërsi, thiri menjëherë familjen e Margaritës. Piro, djali, erdhi me gruan e tij. Dr. Çela nuk humboi kohë me fjalë të buta. Nëna juaj është në rrezik serioz, tha ai. Këmba e saj është në një gjendje që unë nuk e kam parë në një person që ende ec. Infeksioni ka filluar. Nëse nuk operojmë tani, brenda një viti ajo do të jetë në karrocë me rrota. Dhe nëse infeksioni përhapet në gjak, ajo mund të vdesë. Piro dëgjoi me fytyrë të bardhë. Çfarë duhet të bëjmë? Pyeti ai. Doktor Çela i dha një listë, operacione të shumta, muaj rikuperimi, fizioterapi intensiv. Dhe edhe pas të gjithave, nuk kishte garanci. Por, shtoi ai, nëse nuk bëjmë asgjë, garancia është e sigurt. Ajo do të humbas aftësinë për të ecur. Piro shkoi te nëna e tij atë mbrëmje. Margarita ishte në shtëpi duke lexuar një skenar të ri. Kur Piro hyri, ajo buzëqeshi. Shiko këtë rol, tha ajo. Është për një grua të moshuar që kujton jetën e saj. Mendoj se mund ta bëj bukur. Piro u ul pranë saj. Nën, tha ai, duhet të flasim. Margarita e shikoi dhe buzëqeshja u zhduk. Ajo e dinte. Ajo gjithmonë e dinte kur po vinte një bisedë e vështirë. Piro i tregoi gjithçka, dokumentet, mjekun, diagnozën, operacionet. Margarita dëgjoi në heshtje. Kur ai mbaroi, ajo pyeti vetëm një gjë, nëse bëj operacionet, a do të mund të luaj përsëri? Piro nuk donte të gënjente. Mjeku tha se qëllimi është të bëj të ecësh normalisht. Jo të luash në skenë. Margarita u mbyll. Ajo shikoi nga dritarja për një kohë të gjatë. Pastaj tha, atëherë nuk ka kuptim. Piro nuk e besoi atë që dëgjoi. Nën, po flet për jetën tënde. Jo për karrierën. Për jetën. Margarita u kthye dhe e shikoi me një shprehje që ishte njëkohësisht e butë dhe e palëkundur. Djali im, tha ajo, për mua, ato janë e njëjta gjë. Unë nuk kam jetë pas skenë. Nuk e kam pasur kurrë. Dhe nuk dua të filloj tani. Piro u përpoq të argumentonte, por Margarita e ngriti dorën. E di se ti më do e di se je i shqetësuar. Por kjo është jeta ime. Dhe unë kam të drejtë të jetoj atë siç dua. Edhe nëse kjo do të thotë të vuaj. Javët që pasuan ishin një betejë. Familja, mjekët, miqt, të gjithë u përpoqën ta bindin Margaritën. Por ajo nuk lëvizte. Ajo vazhdoi të shkonte në prova, të luante në shfaqje, të jetonte sikur asgjë nuk kishte ndryshuar. Por gjithçka kishte ndryshuar. Sepse tani, të gjithë e dinin. Dhe ata e shikonin, jo vetëm performancën e saj, por edhe vuajtjen e saj. Çdo herë që ajo çalonte, çdo herë që mbështetej në diçka për mbështetje, çdo herë që fytyrën e saj e kapte një grimcë dhimbjeje, ata e shihnin. Dhe ishte e padurueshme. Në qershor të vitit 2020, gjatë një prove për një shfaqje të re, Margarita ra. Kësaj radhe nuk ishte një rëshitje. Këmba e saj thjesht dorëzoi plotësisht. Ajo ra në 2 sheme dhe nuk mund të ngrihej. Kolegët e saj e rrethuan, të tmerruar. Dikush thiri ambulancën. Margarita rinte atje në 2 sheme të skenës që ajo e donte më shumë se gjithçka, dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo nuk u përpoq të fshehte dhimbjen. Ajo ulëriti, një ulërim e thellë, e egër, që vinte nga vite vuajtjeje të fshehura. Ishte tingull që askush nuk e kishte dëgjuar kurrë nga Margarita Xhepa. Dhe ishte tingulli i diçkaje që po thyej përfundimisht. Në spital, mjekët e ekzaminuan dhe dhanë verdiktin që të gjithë e kishin frikë. Eshtri ishte thyer përsëri. Por kësaj radhe nuk ishte vetëm një thyerje. Ishte një shkatërim. Vitet e keqtrajtimit, të injeksioneve, të stresit të vazhdueshëm kishin bërë që eshtri të bëhej i brishtë si qelçi. Dhe tani, ai kishte coptuar. Operacioni ishte i pashmangshëm. Por lloji i operacionit varet nga Margarita.
Ajo mund të zgjidhte një operacion që do ta bënte të ecte përsëri, por kur të luante. Ose ajo mund të zgjidhte një operacion më të rrezikshëm që do të përpiqej të ruante lëvizshmërinë, por me rrezik të lartë të dështimit. Mjekët i dhanë 24 orë për të vendosur. Atë natë, Margarita qëndroi zgjuar në dhomën e spitalit. Ajo nuk qau. Ajo vetëm shikoi tavanin dhe mendoi për jetën e saj. Për vajzën e vogël nga lushnja që ëndërronte të bëhej aktore. Për studentën që luajti Ofelia dhe zbuloi se ajo mund të ishte dikush tjetër në skenë. Për gruan e re që ra në dashuri me Guglielmin dhe mendoi se mund të kishte të dyja, dashurinë dhe artin. Për nënën që lindi një djalë dhe u përpoq të balanconte familjen dhe karrierën. Për aktoren që zgjodhi skenën mbi shëndetin përsëri dhe përsëri. Dhe për gruan e moshuar që tani rrinte në një shtrat spitali, duke u përballur me vendimin më të vështirë të jetës së saj. Në mëngjes, kur mjeku erdhi, Margarita kishte vendosur. Bëni operacionin që do të më bëj të ec, tha ajo. Jo atë që do të më lejoj të luaj. Mjeku ishte i befasuar. Zonjë Xhepa, tha ai, a jeni e sigurt? Kjo do të thotë se karriera juaj në skenë ka mbaruar. Margarita buzëqeshi, një buzëqeshje e trishtuar, por e qetë. E di, tha ajo. Por më mirë të mbaroj duke ecur me kokën lartë, se sa të vazhdoj duke u zvarritur. Kam luajtur rolin tim. Tani është koha për perden. Operacioni u krye në janar të vitit 2022. Zgjati 8 orë. Mjekët bën gjithçka që mundën për të shpëtuar këmbën dhe për t'i dhënë Margaritës një jetë pa dhimbje. Kur ajo u zgjua, e para gjë që pyeti ishte, a mund të ecë? Mjeku buzëqeshi. Me kohë, po. Do të duhet fizioterapi. Do të duhet durim. Por po, do të ecësh. Margarita mbylli sytë dhe një lot rëshiti poshtë faqes së saj. Faleminderit, shpërtheu ajo. Muajt e rikuperimit ishin të vështirë. Margarita mësoi të ecte përsëri, me një bastun në fillim, pastaj patë. Ajo shkoi në fizioterapi 3 herë në javë. Ajo punoi më shumë se çdo pacient tjetër që mjekët kishin parë. Dhe ngadalë, hap pas hapi, ajo fitoi jetën e saj prapa. Jo jetën që kishte pasur, por një jetë të re. Një jetë ku ajo nuk ishte Margarita Xhepa, aktoria. Ajo ishte thjesht Margarita, nën, gjyshe, grua që kishte jetuar një jetë të jashtëzakonshme dhe tani po mësonte të jetonte një jetë normale. Por a e humbi ajo vërtet skenën? Jo plotësisht. Në shtator të vitit 2022, Margarita u shfaq në një event special në teatrin kombëtar. Ajo nuk luajti. Ajo thjesht doli në skenë, mbështetur në një bastun elegante dhe foli me publikun. Ajo tregoi historinë e saj, jo me dramë, por me sinqeritet. Ajo foli për dashurinë e saj për artin, për çmimin që pagoi, për vendimin që mori. Dhe kur mbaroi, publiku u ngrit në këmbë dhe duartrokiti për 15 minuta. Margarita qëndroi atje, në skenën që ajo e kishte dashur aq shumë, dhe buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vërtet, jo e një aktreje që luante një rol, por e një gruaje që kishte gjetur paqe. Sot, Margarita Xhepa jeton një jetë të qetë. Ajo ec çdo ditë, ngadalë, por me dinjitet. Ajo kalon kohë me familjen e saj. Ajo lexon, shkruan, ndonjëherë jep këshilla për aktor të rinj. Dhe ndonjëherë, kur askush nuk shikon, ajo qëndron para pasqyrës dhe recitoi një monolog të vjetër, jo për publikun, por për veten. Sepse edhe pse ajo la skenën, skena nuk e la kur atë plotësisht. Dhe ndoshta kjo është mënyra se si duhet të jetë. Sepse Margarita Xhepa nuk ishte vetëm një aktore. Ajo ishte arti i saj. Dhe arti, edhe kur nuk shfaqet më, jeton përgjithmonë në zemrat e atyre që e duan. Në një arkiv të vjetër të Institutit të Arteve, të fshehur në një kuti kartonash që askush nuk e kishte hapur për 35 vjet, një studiues i ri gjeti në vitin 2011 diçka që e bëri të ngrinte dorën me dridhje për të thirrur drejtorin. Ishte një kontratë e verdhur nga koha, me shkrim dore të kujdesshëm, që Margarita Xhepa kishte nënshkruar në vitin 1971, vetëm pak muaj pas diplomimit. Kontrata ishte për 15 vjet dhe përmban klauza që sot do të konsideroheshin jo vetëm të çuditshme, por pothuajse mizore. Pika e 13 thoshte qartë, aktoria pajtohet të mos raportoj asnjë lëndim fizik që mund ta pengojë nga performanca për më shumë se 7 ditë.
Çdo mungesë më e gjatë kërkon aprovim me shkrim nga komiteti artistik dhe mund të rezultojë në pezullim pa pagë. Kjo do të thotë se Margarita, që në fillim të karrierës së saj, ishte ligjërisht e detyruar të fshehte çdo dhimbje, çdo lëndim, çdo dobësi. Sistemi nuk e detyroi vetëm të luante, e detyroi të vuante në heshtje. Dhe ajo, si shumë të tjerë në atë kohë, nënshkroi pa pyetur. Sepse alternativa ishte të mos luante fare. Por kush e shkroi atë kontratë? Kush vendosi që arti ishte më i rëndësishëm se shëndeti i artistit? Dhe sa artistë të tjerë vuajtën në të njëjtat kushte, duke u shkatëruar ngadalë për hir të një sistemi që i konsideronte si mjete, jo si njerëz? Studiuesi që gjeti kontratën, një djalë 28 vjeçar me emrin Erion Dervishi, ishte duke bërë një disertacion për kushtet e punës së artistëve gjatë regjimit komunist. Ai kishte intervistuar 10 aktorë të vjetër, por askush nuk kishte përmendur këto kontrata. Kur ai e tregoi gjetjen e tij profesorit të tij, profesori u bë i bardhë. Ku e gjete këtë? Pyeti ai me zë të ulët. Erion shpjegoi. Profesori e mori kontratën dhe e lexoi me kujdes. Pastaj tha, kjo nuk duhet të dalë jashtë. Jo ende. Ka njerëz që ende jetojnë dhe që nënshkruan këto gjëra. Nëse kjo bëhet publike, do të ketë pasoja. Por Erion nuk ishte i bindur. Njerëzit duhet ta dinë, tha ai. Duhet të kuptojnë se çfarë u bë atyre artistëve. Profesori e shikoi me një shprehje të lodhur. Djalit tim, tha ai, ka gjëra që historia nuk është gati t'i dëgjojë. Jo sepse nuk janë të vërteta, por sepse janë shumë të dhimbshme. Por Erion nuk e harroi kontratën. Ai vazhdoi të kërkonte. Dhe gjeti më shumë. Në arkivat e Ministrisë së Kulturës, ai zbuloi dosje të tëra me raporte mjekësore që ishin fshehur nga publiku. Një raport nga viti 1983 tregonte se Margarita Xhepa kishte kërkuar leje për të marrë 2 javë pushim për shkak të dhimbjes në këmbë. Kërkesa ishte refuzuar. Arsyeja e dhënë ishte, shfaqja Nëna Kuraj është në repertor dhe zëvendësimi nuk është i mundshëm. Aktoria duhet të vazhdojë. Margarita vazhdoi. Dhe dhimbja u bë më e keqe. Një raport tjetër nga viti 1987, viti kur ajo ra për herë të parë, tregonte se ajo kishte shkuar te mjeku i teatrit dhe kishte kërkuar trajtim. Mjeku kishte rekomanduar pushim dhe fizioterapi. Por rekomandimi nuk u ndjek. Në vend të kësaj, një shënim me shkrim dore në fund të raportit thoshte, aktoria do të vazhdojë me performanca. Trajtimi do të bëhet jashtë orarit të punës. Kjo do të thotë se Margarita nuk kishte zgjedhje. Ajo nuk vendosi të fshehte lëndimin e saj sepse ishte krenare ose kokfort. Ajo e fshehu sepse sistemi e detyroi. Sepse nëse ajo ndalonte, do të humbiste gjithçka, jo vetëm karrierën, por edhe të drejtën për të jetuar jetën që kishte zgjedhur. Dhe kjo e vërtet ndryshon gjithçka. Sepse tani, historia e Margarita Xhepës nuk është vetëm historia e një gruaje që donte shumë artin e saj. Është historia e një gruaje që u shfrytëzua nga një sistem që e vlerësonte vetëm për atë që mund të jepte, jo për atë që ishte. Erion Dervishi vendosi të shkruante një artikull për gjetjet e tij. Por para se ta publikonte, ai donte të fliste me Margaritën vetë. Ai e kontaktoi përmes një miku të familjes. Margarita, që atëherë ishte në rikuperim pas operacionit të parë, pranoi ta takonte. Ata u takuan në shtëpinë e saj, një apartament i vogël, i mbushur me fotografi dhe çmime nga një jetë në skenë. Erion i shpjegoi atë që kishte gjetur. Margarita dëgjoi në heshtje. Kur ai mbaroi, ajo buzëqeshi, një buzëqeshje e trishtuar. E dija, tha ajo. Gjithmonë e dija se ajo kontratë ishte e padrejtë. Por çfarë mund të bëja? Nëse nuk e nënshkruaja, nuk do të luaja. Dhe nëse nuk luaja, çfarë kuptim kishte jeta ime? Erion e pyeti nëse ajo do të donte që historia e saj të tregoj. Margarita mendoi për një kohë të gjatë. Pastaj tha, po. Por jo për mua. Për të gjithë të tjerët që vuajtën në heshtje. Për aktorët që nuk jetojnë më për të treguar historinë e tyre. Për ata që u thyen nga sistemi dhe askush nuk e dinte. Artikulli u publikua në vitin 2012. Shkaktoi një debat të madh. Disa njerëz e mbështetën Margaritën dhe kërkuan një hetim për kushtet e punës së artistëve gjatë komunizmit. Të tjerë e akuzuan atë për të qenë e pahishme, për të folur keq për një kohë që shumë njerëz ende e kujtojnë me nostalgji.
Por Margarita nuk u pendua. Unë nuk po sulmoj të kaluarën, tha ajo në një intervistë. Po tregoj të vërtetën. Dhe e vërteta është se ne vuajtëm. Dhe askush nuk na pyeti nëse ishim mirë. Por kontrata dhe raportet mjekësore nuk ishin të vetmet sekrete që dolën në dritë. Në vitin 2013, një ish drejtori i teatrit kombëtar, që tani jetonte në pension dhe vuante nga një sëmundje terminale, vendosi të fliste për herë të parë. Emri i tij ishte Petrit Malaj dhe ai kishte qenë drejtor nga viti 1985 deri në vitin 1991. Në një intervistë të dhënë një gazete, ai pranoi se kishte ditur për gjendjen e Margaritës dhe kishte zgjedhur të mos bënte asgjë. Unë e dija se ajo vuante, tha ai. Por ajo ishte aktoria më e mirë që kishim. Nëse ajo ndalonte, shfaqjet tona do të vuanin. Kështu që unë e lash të vazhdonte. Dhe për këtë, unë jam fajtori. Unë e sakrifikova shëndetin e saj për suksesin e teatrit. Dhe kjo është diçka që do të më ndjek deri në varr. Kjo rrëfim ishte shokuese. Por ajo që erdhi pas ishte edhe më e keqe. Petrit Malaj zbuloi se ai nuk ishte i vetmi. Kishte pasur takime të fshehura mes drejtorëve të teatrove, ministrave të kulturës dhe mjekëve, ku diskutohej se si të mbaheshin artistët në skenë edhe kur ishin të sëmurë. Një nga strategjitë ishte të jepeshin ilaçe kundër dhimbjes, jo për të shëruar, por për të maskuar simptoma. Një tjetër ishte të friksoheshin artistët me humbjen e rolit ose të reputacionit. Dhe një e treta ishte thjesht të injoroheshin ankesat e tyre. Ne i trajtuam si makina, tha Petri. Jo si njerëz. Dhe shumë prej tyre u shkatëruan për shkak të kësaj. Kur Margarita dëgjoi për rrëfimin e Petrit Malaj, ajo nuk ishte e zemëruar. Ajo ishte e trishtuar. Ai ishte një burr i mirë, tha ajo. Por sistemi e bëri të bënte gjëra të këqija. Dhe kjo është tragjedia. Jo se njerëzit ishin të këqij, por se sistemi i detyroi të vepronin si të këqij. Kjo perspektivë, ky falje, ishte diçka që shumë njerëz nuk e kuptonin. Si mund Margarita të falte njerëzit që e kishin lënë të vuante? Por ajo shpjegoi, nëse mbaj urrejtje, ajo do të më hajë nga brenda. Unë kam vuajtur mjaftueshëm. Nuk dua të vuaj më. Por jo të gjithë ishin aq falës. Djali i Margaritës, Piro, ishte i zemëruar. Ai kërkoi që të gjithë ata që kishin ditur dhe nuk kishin bërë asgjë të mbaheshin përgjegjës. Ai shkroi letra te Ministria e Kulturës, te Parlamenti, te organizatat për të drejtat e njerëzit. Por askush nuk donte të hapte atë kuti Pandore. Nëse fillojmë të hetojmë këtë, i tha një zyrtar, do të duhet të hetojmë gjithçka. Dhe nuk jemi gati për atë. Piro nuk pranoi këtë përgjigje. Ai vazhdoi të luftonte. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, gjërat filluan të ndryshonin. Në vitin 2015, Parlamenti miratoi një ligj të ri që kërkonte që të gjithë artistët të kenë të drejtë për trajtim mjekësor pa frikë se do të humbasin punën. Ishte një fitore e vogël. Por ishte një fillim. Margarita Xhepa nuk jetoi për të parë ndikimin e plotë të luftës së saj. Por ajo e dinte se kishte bërë diçka të rëndësishme. Ajo kishte folur. Dhe duke folur, ajo kishte dhënë zë të gjithë atyre që kishin vuajtur në heshtje. Nëse historia ime mund të ndihmoj edhe një person të mos kaloj atë që kalova unë, tha ajo, atëherë vuajtja ime kishte kuptim. Në një darkë private në vitin 2014, në shtëpinë e një koleksionisti të pasur arti në Tiranë, u mblodhën 5 njerëz që rrallë shihen së bashku në publik. Ishin 3 ish-ministra të kulturës nga periudha të ndryshme, një kirurg ortopedik që kishte punuar me artist për 40 vjet dhe Margarita Xhepa vetë. Qëllimi i darkës ishte të diskutohej një projekt i ri, një fondacion që do të ndihmonte artistët e moshuar me shpenzime mjekësore. Por ajo që ndodhi atë natë shkoi shumë përtej një diskutimi përpara. Ndodhi diçka që askush nuk e kishte pritur, një rrëfim kolektiv, një lloj shpagimi publik, ku secili prej tyre pranoi rolin e tyre në vuajtjen e Margaritës dhe të artistëve të tjerë. Ishte si një seancë terapie, por pa terapeut. Vetëm 5 njerëz që mbanin faj dhe që, për herë të parë, po e pranonin atë me zë të lartë. Një nga ish-ministrat, një grua me emrin Flutura Hoxha, që kishte shërbyer nga viti 1988 deri në vitin 1992, foli e para. Unë e dija për Margaritën, tha ajo me zë të thyrë. E dija se ajo vuante.
por unë mendova se nëse ajo ndalonte, do të ishte një shenjë dobësie. Dhe ne nuk mund të tregoheshim të dobët. Kështu që unë e inkurajova të vazhdonte. Dhe për këtë, unë kërkoj falje. Margarita, që ulur në anën tjetër të tavolinës, e shikoi me sy plot lodh. Unë të fal, tha ajo thjesht. Por rrëfimi i fluturës ishte vetëm fillimi. Kirurgu, një burr i moshuar me emrin Agron Kamberi, foli për herë të parë për diçka që e kishte munduar për 30 vjet. Në vitin 1995, kur Margarita kishte ardhur te ai pas rënies së saj në skenë, ai kishte parë radiografitë dhe kishte ditur menjëherë se ajo kishte nevojë për një operacion kompleks dhe për muaj pushimi. Por kur ai I tha këtë Margaritës, ajo ju lut të mos e raportonte. Ajo më tha se nëse unë shkruaja një raport zyrtar, ajo do të detyrohej të ndalonte së luajturi, rrëfeu Agron. Dhe ajo më tha se preferonte të vdiste sesa të ndalonte. Unë nuk e besova. Mendova se ishte thjesht dramatike, si të gjithë aktorët. Kështu që unë bëra atë që ajo kërkoi, e trajtova pa raportuar. Dhe me këtë, unë e dëmtova. Sepse nëse unë kisha qenë I fortë, nëse kisha insistuar, ndoshta ajo nuk do të kishte vuajtur aq shumë. Margarita e dëgjoi dhe pastaj foli me një qetësi që befasoi të gjithë. Doktor Kamberi, tha ajo, ju nuk më dëmtuat. Ju më respektuat. Ju më dhatë zgjedhjen. Dhe unë zgjodha. Ishte zgjedhja ime. Jo e juaja. Por Agron nuk u ngushëllua. Por unë isha mjeku, tha ai. Detyra ime ishte t'ju mbroj nga vetja juaj. Dhe unë dështova. Kjo shkëmbim, ky debat mes përgjegjësisë dhe respektit për autonominë, ishte në zemër të gjithë historisë së Margaritës. A duhej ajo të ishte detyruar të ndalonte? Apo a kishte të drejtë të zgjidhte vuajtjen për hir të artit të saj? Nuk ka përgjigje të lehtë. Por ajo që është e qartë është se Margarita nuk ishte viktim pasive. Ajo ishte agjente aktive e jetës së saj. Dhe kjo e bën historinë e saj edhe më komplekse. Një nga ish-ministrat e tjerë, një burr me emrin Ilir Zeneli, që kishte shërbyer në vitet e para pas rënies së komunizmit, foli për një takim që kishte pasur me Margaritën në vitin 1993. Ajo kishte ardhur në zyrën e tij për të kërkuar fonde për një shfaqje të re. Gjatë takimit, Ilir kishte vënë re se ajo çalonte. Ai e pyeti nëse ishte mirë. Margarita buzëqeshi dhe tha se ishte thjesht lodhje. Por Ilir nuk e besoi. Pas takimit, ai thiri drejtorin e teatrit dhe I tha se Margarita dukej se kishte një problem dhe se duhej kontrolluar. Drejtori ju përgjigj, ajo është mirë. Ajo gjithmonë është mirë. Ilir nuk insistoi. Dhe kjo është faji im, tha ai në darkë. Unë e lash të kalonte. Sepse ishte më e lehtë. Sepse nuk doja të përballesha me të vërtetën. Kjo rrëfim nxori një pyetje që askush nuk kishte guxuar ta bënte me zë të lartë, sa njerëz e dinin dhe zgjodhen të mos bënin asgjë. Sa herë Margarita kishte dhënë shenja se kishte nevojë për ndihmë dhe sa herë ato shenja ishin injoruar. Flutura Hoxha, ish-ministrja, foli përsëri. Unë mendoj se ne të gjithë e dinim, tha ajo. Në një nivel apo në një tjetër, ne të gjithë e dinim se Margarita vuante. Por ne zgjodhëm të mos shinim. Sepse nëse shinim, do të duhej të veprojmë. Dhe veprimi do të thotë ndryshim. Dhe ne nuk donim ndryshim. Donim që gjërat të qëndronin si ishin. Kjo pranues ishte shkatëruese. Por ishte edhe çliruese. Sepse për herë të parë, njerëzit që kishin qenë në pozicione pushteti po pranonin se kishin dështuar. Jo sepse ishin të këqij, por sepse ishin njerëz. Dhe njerëzit bëjnë gabime. Margarita, që kishte dëgjuar të gjitha këto rrëfime, foli në fund. Unë nuk ju fajsoj, tha ajo. Sepse unë vetë zgjodha këtë rrugë. Por ajo që dua është që kjo të mos ndodhë përsëri. Që asnjë artist tjetër të mos ndihet I detyruar të zgjedhë mes artit dhe shëndetit. Që sistemi të ndryshojë. Dhe nëse kjo darkë, kjo bisedë, mund të jetë fillimi I atij ndryshimi, atëherë vuajtja ime nuk ishte e kollë. Pas asaj darke, fondacioni u krijua. U quajt Fondacioni Margarita Xhepa për artistët në nevojë. Qëllimi I tij ishte të ndihmonte artistët, jo vetëm aktorët, por muzikantët, piktorët, shkrimtarët që kishin probleme shëndetësore dhe që nuk kishin mjete për trajtim. Fondacioni filloi të punonte në vitin 2015.
Në 5 vitet e para, ai ndihmoi 137 artistë. Disa prej tyre ishin në situata të ngjashme me Margaritën, kishin vuajtur në heshtje për vite. Të tjerët ishin të rinj, që sapo po fillonin karrierën dhe që tashmë po përballeshin me probleme shëndetësore. Fondacioni u dha atyre diçka që Margarita nuk e kishte pasur, zgjedhjen e vërtetë. Zgjedhjen për të marrë trajtim pa frikë. Zgjedhjen për të ndaluar pa u ndjer fajtor. Zgjedhjen për të qenë njerëz, jo vetëm artistë. Por fondacioni nuk ishte pa kritikat e tij. Disa njerëz argumentuan se ai po promovonte një kulturë të dobësisë, se po I mësonte artistët se ishte në rregull të ankohen, të ndalojnë, të dorëzohen. Një kritik I njohur arti shkroi një artikull ku thoshte: Margarita Xhepa ishte e madhe sepse nuk u dorëzua. Nëse ajo kishte ndaluar çdo herë që kishte dhimbje, nuk do të kishte qenë legjenda që është sot. Fondacioni I saj po dërgon mesazhin e gabuar. Ky artikull shkaktoi një debat të zjarrt. Margarita I u përgjigj me një letër të hapur. Unë nuk jam e madhe sepse vuajta, shkroi ajo. Jam e madhe nëse jam, sepse krijova art që preku njerëzit. Dhe ajo art nuk u bë më e mirë nga dhimbja ime. U bë pavarësisht dhimbjes. Imagjinoni sa më shumë mund të kisha krijuar nëse nuk kisha qenë e detyruar të luftoja trupin tim çdo ditë. Imagjinoni sa më shumë mund të kishin krijuar artistët e tjerë nëse nuk do të ishin shkatëruar nga sistemi. Fondacioni im nuk promovon dobësi. Promovon dinjitet. Kjo letër u bë virale. U lexua nga mijëra njerëz. Dhe ngadalë, perceptimi filloi të ndryshojë. Njerëzit filluan të kuptojnë se vuajtja nuk është virty. Se artistët nuk duhet të jenë martirë. Se ata kanë të drejtë të jenë të shëndetshëm, të lumtur, të plotë. Dhe se arti I vërtet vjen nga një vend I forcës, jo I dëshpërimit. Por ndërsa fondacioni rritej dhe ndikimi I Margaritës përhapej, trupi I saj vazhdonte të luftonte. Operacioni I vitit 2022 kishte ndihmuar, por nuk kishte zgjidhur gjithçka. Dhimbja ishte ende atje, më e butë, por e pranishme. Margarita mësoi të jetonte me të. Ajo mori ilaçe, bëri fizioterapi, ndryshoi dietën e saj. Por më e rëndësishmja, ajo ndryshoi mënyrën se si mendonte për veten. Ajo nuk ishte më Margarita Xhepa, aktoreja që vuante. Ajo ishte Margarita Xhepa, gruaja që mbijetoi. Dhe kjo ndryshim në identitet ishte transformuese. Në vitin 2017, Margarita u ftua të fliste në një konferencë ndërkombëtare për shëndetin e artistëve në Paris. Ajo pranoi. Ishte hera e parë që ajo udhëtonte jashtë vendit pas operacionit. Fluturimi ishte I vështirë, këmba e saj ënte nga qëndrimi I gjatë ulur. Por ajo arriti. Dhe kur ajo doli në skenë, jo për të luajtur, por për të folur, ajo u prit me një ovacion që zgjati 5 minuta. Ajo foli për 20 minuta. Tregoi historinë e saj me sinqeritet dhe pa vetëmëshirë. Dhe në fund, ajo tha diçka që bëri që shumë njerëz në audiencë të qanin. Unë nuk jam këtu për t'ju thënë se mos bëni atë që bëra unë, tha ajo. Sepse unë nuk pendohem për zgjedhjet e mia, por jam këtu për t'ju thënë se ju meritoni zgjedhje. Ju meritoni të dini se ka mënyra të tjera. Dhe se vuajtja nuk është çmimi I artit. Dashuria është. Në një mëngjes të ftohtë shkurti të vitit 2019, Margarita Xhepa u zgjua me një dhimbje të re, jo në këmbë, por në gjoks. Ishte një dhimbje e mprehtë, si një thikë që shponte. Ajo u përpoq të marrë frymë thellë, por nuk mundi. Thiri bashkëshortin e saj, Guglielm, që ishte në kuzhinë duke përgatitur mëngjes. Ai erdhi duke vrapuar. Kur e pa fytyrën e saj, të bardhë, të djersit, ai e kuptoi menjëherë. Thiri ambulancën. Brenda 10 minutash, Margarita ishte në rrugë për në spital. Në ambulancë, ajo mbante dorën e Guglielm dhe shikonte tavanin e bardhë të automjetit. Mendonte, pra kjo është mënyra se si mbaron. Por nuk ishte. Në spital, mjekët zbuluan se ajo kishte pasur një atak të lehtë zemre, jo mjaft I fortë për të qenë fatal, por mjaft I fortë për të qenë një paralajmërim. Zemra e saj, e lodhur nga vite stresi dhe dhimbjeje, po fillonte të dorëzohej. Mjekët I thanë se kishte nevojë për pushim të plotë, për ilaçe të reja, për ndryshime radikale në stilin e jetës. Margarita dëgjoi dhe pastaj pyeti, sa kohë më keni dhënë? Mjeku hezitoi. Nëse kujdeseni për veten, mund të jetoni shumë vite të tjera.
Por nëse nuk e bëni, ndoshta 5 vjet. Ndoshta më pak. Kjo diagnozë ishte një tronditje. Jo sepse Margarita nuk e kishte pritur, ajo e kishte ditur se trupi I saj po paguante çmimin e viteve të abuzimit. Por sepse tani ishte reale. Tani kishte një afat kohor. Dhe kjo e bëri gjithçka më urgjente. Ajo filloi të mendonte për atë që donte të bënte me kohën që I kishte mbetur. Ajo nuk donte të kalonte vitet e saj të fundit në spitale dhe në dhoma pritjeje. Ajo donte të jetonte, vërtet të jetonte. Por çfarë do të thotë të jetosh kur trupi yt po të tradhtoj? Margarita kaloi 3 javë në spital. Gjatë asaj kohe, ajo mori shumë vizitor, familja, miq, kolegët, madje edhe njerëz që ajo nuk I kishte parë për vite. Të gjithë erdhën për t'i uruar shërim të shpejtë. Por një vizitore ishte e veçantë. Ishte një grua e re, 25 vjeçe, me emrin Angela Pepa. Angela ishte aktore e re, që sapo kishte diplomuar nga Instituti I Arteve. Ajo kishte dëgjuar për Margaritën gjithë jetën e saj, mësuesit e saj flisnin për të si për një legjendë. Por Angela nuk kishte pasur kur guximin të takonte idhullin e saj. Tani, duke dëgjuar se Margarita ishte në spital, ajo vendosi se ishte koha. Ajo shkoi në spital me një buqet lulesh dhe një letër që kishte shkruar me dorë. Kur Angela hyri në dhomë, Margarita ishte ulur në shtrat duke lexuar një libër. Ajo e shikoi vajzën e re dhe buzëqeshi. Ti je Angela, tha ajo. Angela ishte e befasuar. Si e dini emrin tim? Margarita qeshi. Unë të kam parë në skenë. Në shtëpinë e kukullave. Ishe e shkëlqyer. Angela nuk mund ta besonte. Idhulli I saj e kishte parë duke luajtur. Ajo filloi të qante. Margarita I bëri shenjë të ulej. Mos qaj, tha ajo bull. Trego, çfarë të solli këtu? Angela I dha Margaritës letrën. Margarita e hapi dhe e lexoi. Letra ishte e gjatë, 4 faqe me shkrim të vogël. Angela shkruante për ëndrrën e saj për të qenë aktore, për frikën e saj se nuk ishte mjaft e mirë, për presionin që ndjente për të qenë perfekte. Dhe ajo shkruante për diçka tjetër, për një lëndim që kishte marrë gjatë një prove dhe që kishte fshehur nga të gjithë. Unë lexova për ju, shkruante Angela. Për atë që kaluat. Dhe unë nuk dua të bëj të njëjtën gabim. Por nuk di si të ndaloj. Sepse nëse ndaloj, kam frikë se do të humbas gjithçka. Margarita e lexoi letrën 2 herë. Pastaj e shikoi Angelën me një shprehje që ishte njëkohësisht e butë dhe e rrept. Dëgjom me kujdes, tha ajo. Ti nuk je unë. Dhe koha jote nuk është koha ime. Ti ke zgjedhje që unë nuk I kisha. Ke ligje që më mbrojnë. Ke njerëz që do të mbështesin. Por më e rëndësishmja, ti ke historinë time si paralajmërim. Mos e bëj atë që bëra unë. Mos sakrifiko shëndetin tënd për art, sepse arti pa shëndet nuk është art, është vetë shkatërim. Dhe ti je shumë e talentuar për të shkatëruar. Angela dëgjoi dhe filloi të qante përsëri. Por këtë herë ishin lot lehtësimi. Faleminderit, tha ajo. Faleminderit që më thatë këtë. Margarita e kapi dorën e saj. Premtom, tha ajo. Premtom se do të kujdesesh për veten. Se do të shkosh te mjeku. Se do të trajtosh lëndimin. Premtom. Angela premtoi. Dhe ajo e mbajti premtimin. Ajo shkoi te mjeku, mori trajtim, pushoi për 2 muaj. Dhe kur u kthye në skenë, ajo ishte më e fortë se kurrë. Kjo takim me Angelën ndryshoi diçka në Margarita. Ajo kuptoi se historia e saj kishte fuqi, jo vetëm për të treguar atë që kishte ndodhur, por për të ndryshuar atë që do të ndodhë. Ajo vendosi se donte të shkruante një libër, një memori që do të tregonte gjithçka. Jo vetëm vuajtjen, por edhe gëzimin. Jo vetëm gabimet, por edhe mësimet. Ajo filloi të shkruante në spital. Çdo ditë, për 1 orë, ajo shkruante. Dhe ngadalë, historia e saj filloi të merrte formë. Libri u publikua në vitin 2020. U quajt Skena dhe dhimbja, jeta ime si Margarita Xhepa. Ishte një libër I sinqert, pa filter, që nuk fshinte asgjë. Margarita shkruante për dashurinë e saj për artin, për presionin e sistemit, për zgjedhjet që bëri, për çmimin që pagoi.
por ajo shkruante edhe për shpresën se gjërat mund të ndryshojnë, se artistët e rinj mund të kenë një rrugë më të mirë, se vuajtja nuk është e pashmangshme. Libri u bë bestseller. U lexua nga mijëra njerëz, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në diasporë. Njerëzit shkruanin letra për Margaritën duke i falënderuar për sinqeritetin e saj, për guximin e saj, për shpresën që ajo u dha. Një lexuese, një grua e moshuar që kishte qenë balerinë në vitet e saj të reja, shkroi: "Unë lexova librin tuaj dhe qava. Sepse unë kalova të njëjtën gjë. Por askush nuk më besoi. Askush nuk më dëgjoi. Faleminderit që thatë atë që unë nuk munda të them kurrë." Por jo të gjithë ishin të lumtur me librin. Disa njerëz, veçanërisht ata që ishin përmendur në të, ishin të zemëruar. Ata e akuzuan Margaritën për të qenë e pafalshme, për të hapur plagë të vjetra, për të dëmtuar reputacione. Një ish drejtori i teatrit që Margarita kishte përmendur si dikush që e kishte presionuar të luante edhe kur ishte e lënduar, kërcënoi të padjeste për shpifje. Por Margarita nuk u friksua. "Unë thash të vërtetën," tha ajo. "Dhe e vërteta nuk është shpifje." Në fund, padia nuk u ngrit. Por debati vazhdoi. Dhe ndoshta kjo ishte pika. Margarita nuk shkroi librin për të qenë e dashur. Ajo e shkroi për të filluar një bisedë. Një bisedë për çmimin e artit, për të drejtat e artistëve, për mënyrën se si ne si shoqëri i trajtojmë ata që na argëtojnë, na frymëzojnë, na bëjnë të ndihemi gjallë. Dhe ajo bisedë, edhe pse e vështirë, ishte e nevojshme. Sot, Margarita Xhepa vazhdon të jetojë. Ajo nuk luan më në skenë. Por ajo është më aktive se kur, duke folur në shkolla, duke mbështetur fondacionin e saj, duke këshilluar aktorë të rinj. Ajo ec me një bastun, ngadalë por me dinitet. Dhe çdo hap që ajo bën është një dëshmi e forcës së saj, jo forcës për të vuajtur, por forcës për të mbijetuar, për të ndryshuar, për të dhënë shpresë. Dhe kur njerëzit e pyesin nëse pendohet për zgjedhjet e saj, ajo thot: "Jo. Unë nuk pendohem. Sepse ato zgjedhje më bën atë që jam." Por ajo që shpresoj është se brezat e ardhshëm nuk do të duhet të bëjnë të njëjtat zgjedhje. Se ata do të kenë një rrugë më të mirë. Dhe nëse historia ime ndihmon në krijimin e asaj rruge, atëherë gjithçka, dhimbja, vuajtja, lufta, kishte vlerë. Në një dhomë të vogël të mbyllur në katin e dytë të Spitalit Universitar Nën Tereza, në një mëngjes të hershëm shtatori të vitit 2023. Një infermiere e re me emrin Elona Marku gjeti diçka që e bëri të ngrinte dorën me dridhje për të thirrur mbikëqyrësen. Ishte një fletë analizash laboratorike që kishte rënë pas një dollapi dhe që dukej se kishte qenë atje për muaj. Fleta ishte e datuar mars i vitit 2022, pikërisht një muaj pas operacionit të madh të Margarita Xhepës. Analiza tregonte diçka që askush nuk e kishte raportuar. Nivelet e infeksionit në gjakun e Margaritës ishin 4 herë më të larta se ato që konsideroheshin të sigurta. Kjo do të thotë se edhe pas operacionit, trupi i saj ende luftonte një infeksion që mjekët mendonin se e kishin eliminuar. Por pse kjo analizë nuk ishte raportuar? Kush e kishte fshehur? Dhe më e rëndësishmja, nëse infeksioni nuk ishte trajtuar plotësisht, çfarë po ndodhte në trupin e Margaritës tani, 11 muaj më vonë? Elona e mori fletën dhe e çoi te mbikëqyrësia. Ajo që ndodhi pas kësaj zbuloi një rrjet të tërë sekretesh mjekësore që kishin qenë të fshehura për më shumë se një vit. Kishte qenë një marrëveshje e heshtur mes një grupi mjekësh që kishin vendosur se Margarita nuk kishte nevojë të dinte gjithçka, se njohuritë e plota do ta shqetësonin, do ta stresonin, do ta bënin të humbiste shpresën. Kështu që ata zgjodhen të fshinin të vërtetën. Por sekretet mjekësore, si të gjitha sekretet, nuk qëndrojnë të fshehura përgjithmonë. Dhe kur kjo e vërtet doli në dritë, ajo shkaktoi një tërmet që tundi jo vetëm jetën e Margaritës, por edhe besimin e publikut në sistemin shëndetësor. Mbikëqyrësia, një grua me 20 vjet përvojë me emrin Donika Shehu, e lexoi fletën e analizave dhe fytyra i u bë e bardhë. Ajo e njihte këtë rast, kishte qenë një nga infermierët që kishin ndihmuar gjatë operacionit të Margaritës. Ajo kujtonte se kishte pasur diskutime të nxehta mes mjekëve për atë se sa informacion duhej t'i jepej pacientes. Disa mjek argumentuan se Margarita kishte të drejtë të dinte gjithçka. Të tjerë thanë se ajo ishte shumë e dobët emocionalisht dhe se e vërteta e plot mund ta shkatëronte.
Në fund, kryekirurgu kishte vendosur, do t'i thoshin Margaritës se operacioni kishte qenë i suksesshëm, se infeksioni ishte nën kontroll, se ajo vetëm duhej të pushonte dhe të merrte antibiotik. Por ajo që nuk i than ishte se infeksioni ishte më i thellë se sa kishin menduar, se kishte arritur në palcën e kockës, se kishte nevojë për trajtim shumë më agresiv. Dhe tani, 11 muaj më vonë, ajo e vërtet e fshehur po kthehej për t'i ndjekur. Donika thiri menjëherë kryekirurgun, doktor Arben Çela. Kur ai pa fletën, ai ul në karrige dhe mbajti kokën me duar. E dija se kjo do të dilte, tha ai me zë të lodhur. E dija se nuk mund ta mbajmë për gjithmonë. Donika e pyeti pse e kishin fshehur. Arben shpjegoi me një zë që ishte i mbushur me faj dhe mbrojtje në të njëjtën kohë. Margarita kishte kaluar kaq shumë, tha ai. Ajo kishte vuajtur për 30 vjet. Operacioni ishte shansi i saj i fundit për një jetë normale. Nëse i thoshim se infeksioni ishte ende atje, se kishte nevojë për operacione të tjera, se ndoshta nuk do të shërohej kurrë plotësisht, ajo do të thyej. Dhe ne nuk donim ta thyenim. Kështu që vendosëm t'i jepnim shpresë. Edhe nëse ajo shpresë nuk ishte plotësisht e vërtetë. Kjo logjik, kjo ide se gënjeshtra mund të jetë më e mirë se e vërteta nëse qëllimi është të mbrojë, është diçka që mjekët përballeshin çdo ditë. Por në rastin e Margaritës, kjo vendim kishte pasoja që shkuan përtej asaj që mjekët kishin imagjinuar. Sepse ndërsa Margarita mendonte se po shërohej, trupi i saj ende luftonte. Dhe ajo luftë e fshehur po e lodhte, po e dobësonte, po e bënte më pak të aftë për t'u përballur me sfidat e tjera shëndetësore që do të vinin. Donika e pyeti Arbenin se çfarë duhej të bënin tani. A duhej t'i thoshin Margaritës? A duhej ta trajtonin infeksionin tani, edhe pse kishte kaluar kaq shumë kohë? Arben nuk kishte përgjigje të lehta. Nëse i themi tani, tha ai, ajo do të na pyes pse nuk i tham më parë. Do të humbas besimin në ne. Dhe pa besim, si mund ta trajtojmë? Donika nuk pranoi këtë arsyetim. Por nëse nuk i themi, tha ajo, dhe gjendja e saj përkeqësohet, ne do të jemi përgjegjës. Jo vetëm moralisht, por edhe ligjërisht. Kjo debat vazhdoi për ditë. Mjekët u mblodhen, diskutuan, argumentuan. Disa thanë se duhej të thoshin të vërtetën menjëherë. Të tjerë thanë se duhej të prisnin, të shihnin nëse infeksioni po përkeqësohej dhe vetëm atëherë të flisnin. Dhe disa thanë se nuk duhej të thoshin asgjë, se Margarita ishte 75 vjeçe, se kishte jetuar një jetë të plotë, se ndoshta ishte më mirë ta linin të jetonte në paqe, edhe nëse ajo paqe ishte e ndërtuar mbi një gënjeshtër. Por vendimi nuk ishte i tyre për të marrë. Sepse Elona, infermierja e re që kishte gjetur fletën, nuk ishte e kënaqur me heshtjen. Ajo besonte se pacientët kishin të drejtë të dinë të vërtetën, gjithmonë, pa përjashtim. Kështu që ajo bëri diçka që shumë kolegët e saj e konsideruan si tradhti. Ajo shkoi te Piro, djali i Margaritës, dhe i tregoi gjithçka. I tregoi për fletën e analizave, për infeksionin e fshehur, për vendimin e mjekëve për të mos i thënë nënës së tij. Piro dëgjoi me një fytyrë që shkoi nga befasia të zemërimit e dëshpërimi. Si guxuan, tha ai. Si guxuan të fshinin këtë nga ne. Piro shkoi menjëherë në spital dhe kërkoi një takim me kryekirurgun. Takimi ishte i ashpër. Piro nuk bërtiti, ai foli me një qetësi të ftohtë që ishte më e frikshme se çdo ulërim. Ju gënyet nënën time, tha ai. Ju na gënyet ne. Dhe tani, për shkak të asaj gënjeshtre, ajo mund të jetë në rrezik. Unë dua të di gjithçka. Çdo analizë, çdo raport, çdo diskutim që keni pasur. Dhe pastaj, ne do të vendosim, jo ju, por ne, se çfarë të bëjmë më pas. Arben Çela, kryekirurgu, nuk u përpoq të mbrojë. Ai e dinte se kishte gabuar. Ai i dha Piros të gjitha dokumentet, jo vetëm fletën e analizave, por edhe shënime nga takimet e mjekëve, emaile, çdo gjë. Piro i lexoi të gjitha. Dhe ajo që zbuloi ishte edhe më e keqe se sa kishte menduar. Infeksioni nuk ishte vetëm i pranishëm, ai ishte duke u përhap ngadalë. Nuk ishte ende në një fazë kritike, por nëse nuk trajtohej, brenda një viti ose 2, mund të bëhej i patrajtueshëm. Margarita do të kishte nevojë për një operacion tjetër. Dhe kësaj radhe nuk kishte garanci se do të mbijetonte. Piro u kthye në shtëpi atë mbrëmje dhe u ul me nënën e tij. Margarita ishte në dhomën e saj të leximit duke lexuar një libër poezi. Ajo buzëqeshi kur e pa.
Çfarë të sjell këtu kaq vonë? Pyeti ajo. Piro u ul pranë saj dhe mori dorën e saj. Nën, tha ai, duhet të flasim. Ka diçka që mjekët nuk na kanë thënë. Margarita e shikoi dhe buzëqeshja u zhduk. Ajo e dinte atë ton. Ishte toni i lajmeve të këqija. Çfarë është? Pyeti ajo me zë të qetë. Piro i tregoi gjithçka. Për fletën e analizave, për infeksionin e fshehur, për vendimin e mjekëve për të mos i thënë. Margarita dëgjoi në heshtje. Kur ai mbaroi, ajo nuk tha asgjë për një kohë të gjallë. Pastaj pyeti, sa keq është? Piro nuk donte të gënjente. Nuk është kritike tani. Por nëse nuk trajtohet, do të bëhet. Ke nevojë për një operacion tjetër. Margarita mbylli sytë. Një operacion tjetër, përsëriti ajo. Pra kjo nuk mbaron kurrë. Piro e kapi dorën e saj më fort. Nën, e di se je e lodhur. E di se ke kaluar shumë. Por duhet të luftosh. Duhet të bësh këtë operacion. Margarita hapi sytë dhe e shikoi me një shprehje që ishte e lodhur por e qartë. Djali im, tha ajo, unë kam luftuar gjithë jetën time. Kam luftuar për të luajtur, kam luftuar për të ecur, kam luftuar për të jetuar. Dhe jam e lodhur. Ndonjëherë mendoj se ndoshta është koha për të ndaluar së luftuari. Këto fjalë e tronditën Piron. Nën, po flet për dorëzim? Margarita tundi kokën. Jo për dorëzim. Por për pranimin. Pranimin se trupi im ka kufi. Pranimin se ndoshta kam bërë gjithçka që mund të bëja. Pranimin se ndoshta është në rregull të pushoj. Piro nuk e pranoi këtë. Jo, tha ai me forcë. Nuk është në rregull. Jo kur ka ende shpresë. Jo kur mund të shërohesh. Margarita e shikoi me dashuri. Ti je një djalë i mirë, tha ajo. Dhe të dua shumë. Por kjo është jeta ime. Dhe unë duhet të vendos se si ta jetoj dhe si ta mbaroj. Piro nuk kishte përgjigje. Çfarë mund të thoshte? Se ajo nuk kishte të drejtë të zgjidhte? Se ai e donte aq shumë sa nuk mund ta linte të shkonte? Por dashuria, edhe ajo më e fortë, nuk mund të detyroj dikë të jetoj kur ai është gati të shkojë. Ditët që pasuan ishin plot tension. Familja u përpoq ta binte Margaritën të bënte operacionin. Mjekët erdhën dhe shpjeguan se shanset e suksesit ishin të mira. Miq shkruan letra, telefonuan, ju lutën. Por Margarita nuk lëvizte. Ajo thoshte se kishte nevojë për kohë për të menduar, për të vendosur. Por në të vërtetë, ajo tashmë kishte vendosur. Ajo nuk donte një operacion tjetër. Nuk donte muaj të tjerë në spital, muaj të tjerë dhimbje, muaj të tjerë shprese të pasigurt. Ajo donte të jetonte, vërtet të jetonte, për kohën që i kishte mbetur. Edhe nëse ajo kohë ishte më e shkurtër se sa të tjerët donin. Por a kishte Margarita të drejtë të zgjidhte kështu? A ishte kjo vendimi i saj për të marrë, apo familja kishte të drejtë të ndërhynte? Dhe çfarë do të thotë të respektosh autonominë e dikujt kur ai vendim mund të shkurtojë jetën e tij? Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato janë pyetjet që çdo familje që përballet me sëmundje të rëndë duhet t'i përballojë. Dhe për familjen e Margaritës, ato pyetje po bëheshin më urgjente çdo ditë. Në një takim privat të organizuar në shtëpinë e Margarita Xhepës në tetor të vitit 2023, u mblodhen 7 njerëz që rrallë shihen së bashku, 2 mjek nga ekipi që e kishte operuar, Piro dhe gruaja e tij, 2 miq të vjetër të Margaritës nga bota e teatrit dhe një psikolog specialist në etikën mjekësore me emrin Dr. Flamur Hoxha. Qëllimi i takimit ishte të diskutojë një pyetje që askush nuk donte ta bënte me zë të lartë: çfarë ndodh kur një pacient refuzon trajtimin që mund t'i shpëtojë jetën? Kush ka të drejtë të vendosë, pacienti, familja apo mjekët? Dhe si mund të gjesh një rrugë përpara kur të gjithë duan gjëra të ndryshme? Takimi filloi me tension. Piro foli i pari, zëri i tij i mbushur me frustracion dhe dhimbje. Nëna ime po bën një gabim, tha ai. Ajo po zgjedh të vdes kur mund të jetoj. Dhe ne po qëndrojmë këtu dhe po e lejojmë. Një nga mjekët, doktor Çela, u përgjigj me kujdes. Piro, e kuptoj dhimbjen tënde. Por nëna jote nuk po zgjedh të vdes. Ajo po zgjedh të mos vuajë më. Ka një dallim. Piro nuk pranoi këtë. Nuk ka dallim, tha ai.
Nëse ajo nuk bën operacionin, ajo do të vdes. Kjo është fakt dhe ne nuk mund ta lejojmë. Por psikologu, Dr. Hoxha, ndërhyri. Piro, tha ai butë, pyetja nuk është nëse ne mund ta lejojmë. Pyetja është nëse ne kemi të drejtë ta ndalojmë. Kjo pyetje ndryshoi tonin e bisedës. Sepse nëse Margarita kishte të drejtë të zgjidhte, edhe kur zgjedhja e saj ishte e dhimbshme për të tjerët, atëherë detyra e familjes nuk ishte ta ndryshonin mendjen e saj, por ta mbështesnin atë në vendimin e saj. Por mbështetja e një vendimi që mund të çojë në vdekje është një nga gjërat më të vështira që një familje mund të bëjë. Gruaja e Piros, Elira, foli për herë të parë. Unë e kuptoj se nëna juaj ka të drejtë të zgjedhë, tha ajo. Por çfarë për ne? Çfarë për nipërit e saj që e duan? Çfarë për të gjithë njerëzit që ende kanë nevojë për të? A nuk ka ajo përgjegjësi ndaj nesh? Kjo pyetje ishte e dhimbshme sepse ishte e vërtetë. Margarita nuk jetonte në vakum. Zgjedhjet e saj ndikuan në shumë njerëz. Por a do të thotë kjo se ajo duhej të jetonte për ta? A duhej ajo të vuante më shumë vetëm sepse të tjerët nuk ishin gati ta linin të shkonte? Një nga miqtë e vjetër të Margaritës, një aktor i pensionuar me emrin Agim Shala, foli me një zë të thellë dhe të qetë. Unë e njoh Margaritën për 50 vjet, tha ai. Dhe një gjë që kam mësuar është se ajo nuk bën vendime të lehta. Nëse ajo thotë se nuk dëshiron operacionin, nuk është sepse është e lodhur ose e dëshpëruar. Është sepse ajo e di se çfarë mund të durojë dhe çfarë jo. Dhe ne duhet ta respektojmë atë. Por Piro nuk ishte i bindur. Respekti nuk do të thotë të qëndrosh dhe të shikosh dikë që do të vdes, tha ai. Agim e shikoi me sy plot mëshirë. Jo, tha ai. Por do të thotë të pranosh se jeta e saj është e saj për ta jetuar dhe për ta mbaruar, siç zgjedh ajo. Psikologu, Dr. Hoxha, propozoi një zgjidhje. Çfarë nëse i kërkojmë Margaritës të na tregojë pse po bën këtë zgjedhje, tha ai. Jo për ta bindur, por për ta kuptuar. Ndoshta nëse e dëgjojmë vërtet, jo vetëm fjalët, por edhe ndjenjat pas tyre, ne do të gjejmë një rrugë përpara që të gjithë mund ta pranojnë. Kjo ide u prit me heshtje. Pastaj Piro foli. Në rregull, tha ai. Le ta pyesim. Por jo vetëm unë. Të gjithë ne. Dhe le të dëgjojmë vërtet. Margarita u ftua të bashkohej me grupin. Ajo hyri në dhomë duke u mbështetur në bastonin e saj, lëvizte ngadalë por me dinjitet. Ajo ul në karrigen e saj të preferuar, një karrige e vjetër lëkure që kishte qenë e bashkëshortit të saj Gulielm, dhe i shikoi të gjithë me një shprehje të qetë. E di pse jeni këtu, tha ajo. Dhe e vlerësoj. Por vendimi im nuk ka ndryshuar. Piro filloi të flasë, por Margarita e ngriti dorën. Lerm të mbaroj, tha ajo butë. Ju doni të më shpëtoni. Dhe e kuptoj. Por ajo që ju nuk e kuptoni është se unë nuk kam nevojë të shpëtohem. Kam jetuar 75 vjet. Kam pasur një karrierë që shumica e njerëzve mund të ëndërrojnë vetëm. Kam dashur dhe jam dashur. Kam krijuar art që ka prekur njerëzit. Dhe tani, trupi im po më thotë se është koha për të pushuar. Dhe unë dua ta dëgjoj. Elira, gruaja e Piros, pyeti me zë të butë, por çfarë për ne? Çfarë për nipërit tuaj? Margarita buzëqeshi, një buzëqeshje e trishtuar por e sinqertë. Unë i dua nipërit e mi më shumë se sa mund të shpreh. Por dashuria nuk do të thotë të jetosh përgjithmonë. Do të thotë të jetosh mirë për kohën që ke. Dhe unë kam jetuar mirë. Tani dua të mbaroj mirë. Jo në një shtrat spitali, e lidhur me tuba, duke pritur për një mrekulli që ndoshta nuk do të vijë. Por këtu, në shtëpinë time, e rrethuar nga njerëzit që dua. Doktor Çela pyeti, por nëse operacioni ka sukses, ju mund të keni vite të tjera. Vite cilësore. Margarita e shikoi me një shprehje që ishte njëkohësisht e butë dhe e palëkundur. Doktor, tha ajo, ju jeni një kirurg i shkëlqyer. Dhe ju më keni ndihmuar shumë. Por ju nuk mund të më garantoni cilësi. Ju mund të më garantoni vetëm kohë. Dhe koha pa cilësi nuk është jetë, është vetëm ekzistencë. Dhe unë nuk dua të ekzistoj. Dua të jetoj. Dhe nëse nuk mund të jetoj siç dua, atëherë preferoj të ndaloj. Kjo deklarat ishte e fuqishme. Dhe ajo ndryshoi diçka në dhomë. Njerëzit filluan të kuptojnë se Margarita nuk po bënte një vendim impulsiv ose të dëshpëruar.
Ajo po bënte një vendim të menduar, të bazuar në një jetë të plotë të përvojës dhe reflektimit. Ajo e dinte se çfarë donte. Dhe ajo kishte të drejtë ta kërkonte atë. Agim Shala, miku i vjetër, foli përsëri. Margarita, tha ai, nëse kjo është vendimi yt, ne do ta respektojmë. Por çfarë mund të bëjmë për ty? Si mund të ndihmojmë? Margarita mendoi për një moment. Pastaj tha, qëndroni me mua. Jo për të më bindur të ndryshoj mendje, por vetëm për të qenë këtu. Për të folur, për të qeshur, për të kujtuar. Për të bërë kohën që më ka mbetur të jetë e bukur. Kjo është gjithçka që kërkoj. Takimi mbaroi me një marrëveshje të heshtur. Familja dhe miqt do të respektonin vendimin e Margaritës. Por ata gjithashtu do të vazhdonin të shpresonin, jo që ajo të ndryshonte mendje, por që ajo të gjente paqe në zgjedhjen e saj. Dhe ndërsa ditët kalonin, diçka e bukur filloi të ndodhte. Margarita filloi të kalonte kohë me njerëzit që donte, jo në mënyrë të nxituar ose të dëshpëruar, por në mënyrë të qetë dhe të qëllimshme. Ajo ftoi miqt e vjetër për çaj. Ajo luajti me nipërit e saj. Ajo shkroi letra për njerëzit që kishin ndikuar në jetën e saj. Dhe ajo filloi të organizonte çështjet e saj, jo në mënyrë morbide, por në mënyrë praktike. Ajo donte që kur të vinte koha, gjithçka të ishte në rregull. Por ndërsa Margarita po bënte paqe me vendimin e saj, trupi i saj po vazhdonte të luftonte. Infeksioni, edhe pse i ngadalt, po përparonte. Dhimbja po rritej. Margarita filloi të merrte ilaçe më të forta kundër dhimbjes. Dhe një ditë, në nëntor të vitit 2023, ajo ra përsëri. Kësaj radhe nuk ishte në sken ose në shkallë. Ishte në dhomën e saj të gjumit, duke u përpjekur të shkonte në banjë. Këmba e saj thjesht dorëzoi. Ajo ra në dy sheme dhe nuk mund të ngrihej. Piro e gjeti atje, të shtrirë, të djersit, duke qarë nga dhimbja. Ai thiri ambulancën. Dhe për herë të tretë në jetën e saj, Margarita Xhepa u dërgua në spital. Në spital, mjekët e ekzaminuan dhe dhanë një diagnozë që të gjithë e kishin frikë. Infeksioni kishte arritur në një pikë ku nuk mund të injorohej më. Nëse nuk vepronin tani, brenda javësh, Margarita do të humbiste këmbën. Dhe nëse infeksioni përhapej në gjak, ajo mund të vdiste. Operacioni nuk ishte më një zgjedhje, ishte një nevojë. Mjekët i thanë Margaritës këtë me një sinqeritet që ishte pothuajse mizor. Zonjë Xhepa, tha doktor Çela, nuk ka më kohë për të menduar. Nëse nuk operojmë tani, ju do të vdisni. Është kaq e thjeshtë. Margarita e dëgjoi dhe pastaj pyeti, dhe nëse operoni, çfarë garancish keni? Doktor Çela nuk gënjeu. Asnjë, tha ai. Operacioni është i rrezikshëm. Ju jeni e dobët. Zemra juaj nuk është e fortë. Ka një shans që të mos mbijetoni operacionin. Por patë, nuk ka shans fare. Margarita mbylli sytë. Ajo kishte menduar se kishte kohë. Kishte menduar se mund të zgjidhte se si dhe kur të shkonte. Por tani, zgjedhja po i merrte nga duar. Trupi i saj po vendoste për të. Dhe ajo nuk kishte kontroll më. Ajo hapi sytë dhe shikoi Piron që qëndronte pranë shtratit me lot në sy. Çfarë mendon ti? Pyeti ajo. Piro e kapi dorën e saj. Nën, tha ai, unë mendoj se ti duhet të luftosh. Edhe një herë. Edhe pse je e lodhur. Edhe pse nuk e di nëse do të fitosh. Sepse ndërsa ka jetë, ka shpresë. Dhe unë nuk jam gati të heq dorë nga shpresa. Margarita e shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj buzëqeshi, një buzëqeshje e lodhur por plot dashuri. Në rregull, tha ajo. Do të luftoj. Jo për mua. Por për ty sepse ti më ke dhënë kaq shumë. Dhe kjo është gjëja e fundit që mund të të jap. Operacioni u krye në mëngjesin e hershëm të 10 nëntorit të vitit 2023. Zgjati 11 orë, më i gjati që ekipi mjekësor kishte kryer ndonjëherë për një pacient të moshës së Margaritës. Qëllimi ishte i dyfish, të hiqnin indin e infektuar nga këmba dhe të ristruktronin eshtrin në një mënyrë që do t'i lejonte Margaritës të ecte përsëri, jo normalisht, por të paktën pa dhimbje të vazhdueshme. Ishte një operacion i rrezikshëm, kompleks, që kërkonte saktësi absolute. Një gabim i vogël mund të shkaktonte gjakderdhje masive ose dëmtim nervor që do ta linte Margaritën të paralizuar.
Ekipi mjekësor punoi me një përqendrim që ishte pothuajse meditativ. Çdo prerje, çdo qepje, çdo vendim ishte i peshuar me kujdes. Dhe jashtë dhomës së operacionit, familja e Margaritës priste Piro, Elira, nipërit, miqtë e vjetër. Ata pritnin në heshtje, duke u lutur, duke shpresuar, duke frikësuar. Sepse ata e dinin se kur dera e dhomës së operacionit do të hapej, jeta e tyre do të ndryshonte, ose Margarita do të kishte mbijetuar dhe do të kishte një shans për të jetuar përsëri, ose ajo do të kishte shkuar dhe ata do të duhej të mësonin të jetonin pa të. Nuk kishte rrugë të mesme. Vetëm dy mundësi. Dhe ndërsa orët kalonin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tensioni u bë i padurueshëm. Disa njerëz qanin. Të tjerë luteshin. Të tjerë thjesht ulën dhe shikuan murin, të humbur në mendimet e tyre. Dhe të gjithë pyesnin të njëjtën pyetje, a do të mbijetoj ajo? Kur dera e dhomës së operacionit u hap në fund, doktor Çela doli me një fytyrë që ishte e lodhur por të qetë. Ai e hoqi maskën dhe shikoi familjen. Ajo mbijetoi, tha ai. Një ulërim lehtësimi doli nga grupi. Njerëzit u përqafuan, falënderuan Zotin. Por doktor Çela e ngriti dorën. Por, shtoi ai, ajo nuk është jashtë rrezikut. 24 orët e ardhshme janë kritike. Nëse trupi i saj pranon ndërhyrjen, nëse nuk ka komplikime, atëherë ajo do të ketë një shans. Por nëse ka infeksion, nëse ka gjakderdhje, nëse zemra e saj nuk mban, atëherë ne mund ta humbasim. Kjo lajm ndryshoi gëzimin në një shpresë të kujdesshme. Familja e kuptoi se betejë nuk kishte mbaruar. Ishte vetëm filluar. Margarita kaloi 24 orët e ardhshme në njësinë e kujdesit intensiv. Ajo ishte e lidhur me makina që monitoronin çdo rrahje të zemrës, çdo frymëmarrje, çdo ndryshim në presionin e gjakut. Familja lejoi të hynte vetëm për 5 minuta çdo 2 orë. Piro hyri i pari. Ai e pa nënën e tij të shtrirë në shtrat, të bardhë si letra, me tuba që dilnin nga trupi i saj. Ajo dukej aq e vogël, aq e brishtë. Ai e kapi dorën e saj, ishte e ftohtë dhe shpërtheu. Nën, tha ai, të lutem qëndro. Të lutem mos më lë. Margarita nuk mund të fliste, kishte një tubë në fyt që e ndihmonte të merrte frymë. Por ajo e shtrëngoi dorën e tij, një shtrëngim i dobët, por i qartë. Ishte mënyra e saj për të thënë, jam këtu. Ende po luftoj. Orët kalonin ngadalë. Familja priste, shikonte orën, numëronte minutat. Çdo herë që një infermiere dilte nga njësia e kujdesit intensiv, zemrat e tyre ndaloheshin. A kishte ndodhur diçka? A ishte ajo mirë? Por çdo herë, infermierja thjesht jepte një përditësim të shkurtër, ajo është e qëndrueshme. Asnjë ndryshim. Dhe ata merrnin frymë përsëri dhe vazhdonin të prisnin. Pas 24 orësh, doktor Çela erdhi me lajme. Ajo e kaloi fazën kritike, tha ai. Trupi i saj po pranon ndërhyrjen. Nuk ka shenja infeksioni. Zemra e saj po mban. Ajo do të jetojë. Kësaj radhe, gëzimi ishte i pakufizuar. Njerëzit qeshën, u përqafuan. Piro ra në gjunjë dhe falënderoi Zotin. Elira mbajti fëmijët e saj dhe u tha, gjyshja juaj është një luftëtare. Ajo nuk dorëzohet kurrë. Por edhe pse Margarita kishte mbijetuar operacionin, rruga drejt rikuperimit ishte e gjatë dhe e vështirë. Ajo kaloi 3 javë në spital. Gjatë asaj kohe, ajo mësoi të lëvizte përsëri, fillimisht vetëm gishtat e këmbës, pastaj këmbën, pastaj gjurin. Çdo lëvizje ishte e dhimbshme, por ajo e bëri. Fizioterapistët ishin të habitur nga vendosmëria e saj. Ajo është 75 vjeçe, tha një prej tyre, por ka vullnetin e një 20 vjeçareje. Margarita buzëqeshi kur dëgjoi këtë. Unë kam kaluar shumë për të dorëzuar tani, tha ajo. Në dhjetor të vitit 2023, Margarita u lirua nga spitali. Ajo u kthye në shtëpi, jo duke ecur, por në karrocë me rrota. Por mjekët i thanë se me fizioterapi intensiv, ajo do të mund të ecte përsëri brenda 6 muajve. Margarita e pranoi këtë. Ajo nuk kishte zgjedhje. Trupi i saj kishte vendosur për të. Dhe tani, ajo duhej të punonte me atë që kishte. Muajt e rikuperimit ishin të vështirë. Margarita shkoi në fizioterapi 3 herë në javë. Ajo punoi më shumë se çdo pacient tjetër që terapistët kishin parë.
Dhe ngadalë, shumë ngadalë, ajo filloi të fitonte forcë. Në janar të vitit 2024, ajo qëndroi për herë të parë, me mbështetje, por qëndroi. Në shkurt, ajo bëri hapat e saj të parë, vetëm 3, por ishin hapa. Në mars, ajo ecë në dhomën e saj pa ndihmë. Dhe në prill, ajo ecë jashtë, në oborin e saj, në diell, duke marrë frymë ajrin e freskët të pranverës. Ishte një moment triumfi. Jo sepse ajo kishte fituar kundër sëmundjes, ajo nuk e kishte. Por sepse ajo kishte fituar kundër dorëzimit. Ajo kishte zgjedhur të luftojë. Dhe ajo kishte mbijetuar. Por mbijetesa erdhi me një çmim. Margarita nuk ishte më gruaja që kishte qenë. Trupi i saj ishte i dobët, i lodhur, i shënuar nga vite vuajtjeje. Ajo nuk mund të bënte gjërat që dikur i bënte. Nuk mund të vallëzonte, nuk mund të vraponte, nuk mund madje as të qëndronte në këmbë për më shumë se 20 minuta. Por ajo mund të ecte. Dhe për Margaritën, kjo ishte mjaft. Sepse ecja do të thotë pavarësi. Do të thotë dinjitet. Do të thotë jetë. Në maj të vitit 2024, Margarita dha një intervistë për një gazetë kombëtare. Ishte intervista e saj e parë pas operacionit. Gazetarja e pyeti se si ndjehej. Margarita mendoi për një moment. Pastaj tha, ndihem mirënjohëse. Mirënjohëse që jam gjallë. Mirënjohëse që kam një familje që më do, mirënjohëse që kam mjek që nuk u dorëzuan me mua. Dhe mirënjohëse që kam një trup që, edhe pse i thyrë, ende lufton. Gazetarja e pyeti nëse pendohej për diçka. Margarita buzëqeshi. Gjithmonë ka gjëra që mund të kishe bërë ndryshe, tha ajo. Por pendimi nuk ndryshon të kaluarën. Vetëm mëson të ardhmen. Dhe ajo që kam mësuar është se jeta është e çmuar. Çdo ditë, çdo moment, çdo frymëmarrje. Dhe ne nuk duhet ta marrim për të mirëqenë. Intervista u bë virale. Njerëzit shkruan komente duke e falënderuar Margaritën për sinqeritetin e saj, për guximin e saj, për shpresën që ajo u dha. Një koment tha, Margarita Xhepa nuk është vetëm një aktore. Ajo është një simbol i forcës njerëzore. Ajo na mëson se edhe kur jeta na rrëzon, ne mund të ngrihemi përsëri. Një tjetër tha, faleminderit Margarita për të na treguar se moshja nuk është një kufizim. Është vetëm një numër. Ajo që ka rëndësi është shpirti. Sot, Margarita Xhepa vazhdon të jetojë. Ajo ecë çdo ditë, ngadalë, me një bastun, por ecë. Ajo kalon kohë me familjen e saj, me miqtë e saj, me njerëzit që e duan. Ajo nuk luan më në skenë. Por ajo është më aktive se kur në mënyra të tjera, duke folur në evente, duke mbështetur fondacionin e saj, duke këshilluar aktorë të rinj. Dhe çdo herë që ajo flet, ajo përsërit të njëjtin mesazh, kujdesuni për veten. Mos prisni derisa të jetë shumë vonë. Sepse trupi juaj është i vetmi që keni. Dhe pa të, arti, dashuria, jeta, asgjë nuk ka kuptim. Dhe ndërsa ajo flet, njerëzit dëgjojnë. Sepse Margarita Xhepa nuk është vetëm një zë. Ajo është një dëshmi e gjallë se edhe kur jeta të rrëzon, edhe kur trupi të tradhtoj, edhe kur shpresa duket e humbur, ende mund të ngrihesh. Ende mund të luftosh. Ende mund të jetosh. Dhe kjo, në fund, është mësimi më i madh që ajo mund të na japë. Në një arkiv të mbyllur të Ministrisë së Shëndetësisë, të fshehur në një dollap metalik që nuk ishte hapur për 15 vjet, një auditore e re me emrin Claudia Marku gjeti në qershor të vitit 2024 diçka që e bëri të ngrinte telefonin me duar të dridhuara për të thirrur mbikëqyrësin e saj. Ishte një dosje e trashë me 182 faqe, një raport i plot mjekësor për Margarita Xhepën që datonte nga viti 1987, viti i rënies së saj të parë në skenë. Brenda asaj dosjeje, të shkruara me shkrim dore të kujdesshëm nga një mjek që tani kishte vdekur, ishin shënime që tregonin se dëmtimi fillestar i Margaritës nuk kishte qenë aksidental. Radiografit e para tregonin se eshtri i këmbës kishte shenja të stresit të përsëritur, jo nga një rënje e vetme, por nga vite abuzimi fizik. Mjeku kishte shkruar me shkronja të mëdha të kuqe në fund të raportit, kjo aktore po detyrohet të performojë përtej kufive të sigurt të trupit njerëzor. Rekomandoi hetim të kushteve të punës në teatrin kombëtar. Por rekomandimi nuk ishte ndjekur kurrë. Në vend të kësaj, një shënim tjetër, i shtuar 2 javë më vonë nga një dorë e ndryshme, thoshte thjesht, rasti mbyllur. Aktoria vazhdon me performanca.
Asnjë veprim i mëtejshëm i nevojshëm. Kush e kishte mbyllur rastin? Kush kishte vendosur se karriera e Margaritës ishte më e rëndësishme se shëndeti i saj? Dhe sa artistë të tjerë kishin dosje të ngjashme, të fshehura në arkanat e harruara të sistemit, duke pritur të zbulohen? Claudia e lexoi dosjen 3 herë, duke mos besuar atë që shite. Ajo ishte vetëm 29 vjeçe, e sapo diplomuar nga Universiteti i Tiranës me një diplomë në administrim shëndetësor. Kjo ishte puna e saj e parë, një pozicion i thjesht auditimi që supozohej të ishte rutinë. Por tani, ajo mbante në duar një dokument që mund të shkatëronte reputacionin e institucioneve më të respektuara të vendit. Ajo e thiri mbikëqyrësin e saj, një burr me emrin Artan Dervishi, që kishte punuar në ministri për 32 vjet. Kur Artan e pa dosjen, fytyra i u bë gri. Ku e gjete këtë? Pyeti ai me zë të ulët. Claudia shpjegoi. Artan e mbylli dosjen dhe e vuri në sirtar. Kjo nuk del nga kjo zyrë, tha ai. Kur? Por Claudia nuk pranoi. Por njerëzit duhet ta dinë, tha ajo. Margarita Xhepa duhet ta di se ajo nuk ishte fajtor për vuajtjen e saj. Se sistemi e detyroi. Artan e shikoi me një shprehje të lodhur. Vajza ime, tha ai, ka gjëra që është më mirë të mbeten të varrosura. Jo sepse nuk janë të vërteta, por sepse e vërteta ndonjëherë bën më shumë dëm se sa mirë. Por Claudia nuk mund ta harronte dosjen. Atë natë, ajo nuk flinte. Ajo mendonte për Margaritën, për gruan që kishte lexuar për të, që kishte parë në intervista, që kishte admiruar për guximin e saj. Dhe ajo mendonte për të gjithë artistët e tjerë që ndoshta kishin vuajtur në heshtje, të detyruar nga një sistem që i konsideronte si mjete, jo si njerëz. Në mëngjes, Claudia mori një vendim. Ajo fotokopioi dosjen në fshehtësi, duke përdorur një makinë fotokopiuese në një zyrë tjetër ku askush nuk e pa. Dhe pastaj, ajo e dërgoi kopjen te Piro, djali i Margaritës, me një letër anonime që thoshte thjesht: "Nëna juaj meriton të di të vërtetën. Dhe bota meriton ta dëgjojë." Kur Piro mori zarfin, ai nuk e dinte se çfarë të pres. Por kur e hapi dhe filloi të lexonte, zemra i ndaloi. Ai pa shënimet e mjekut, pa radiografitë, pa rekomandimet që ishin injoruar. Dhe ai kuptoi se nëna e tij nuk kishte qenë thjesht një viktimë e pasionit të saj për art, ajo kishte qenë një viktimë e një sistemi që e kishte shfrytëzuar, që e kishte detyruar të zgjidhte mes karrierës dhe shëndetit, dhe që pastaj e kishte fajsuar për zgjedhjen që bëri. Piro ndjeu një zemërim që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Jo ndaj nënës së tij, por ndaj të gjithë atyre që e kishin lënë të vuante, drejtorëve, ministrave, mjekëve që kishin ditur dhe nuk kishin bërë asgjë. Ai shkoi menjëherë te Margarita dhe ja tregoi dosjen. Margarita e lexoi në heshtje. Kur mbaroi, ajo e mbylli dhe e vuri në tavolinë. "E dija", tha ajo butë. Piro ishte i befasuar. "E dije?" "Si?" Margarita buzëqeshi, një buzëqeshje e trishtuar. "Unë nuk isha e verbër, djali im. E dija se po më detyronin. E dija se kushtet ishin të këqija. Por çfarë mund të bëja? Nëse ankoheshe, të hiqnin. Nëse ndaloje, të harronin. Kështu që vazhdova. Sepse dashuria ime për artin ishte më e fortë se frika ime për pasojat." Piro e shikoi me lot në sy. "Por nuk ishte e drejtë", tha ai. "Ata të shfrytëzuan." Margarita e kapi dorën e tij. "Po", tha ajo. "Por unë gjithashtu zgjodha. Dhe kjo është pjesa që njerëzit nuk e kuptojnë. Po, sistemi ishte i keq. Por unë nuk isha viktim pasive. Unë bëra zgjedhje. Dhe tani duhet të jetoj me ato zgjedhje." Por Piro nuk ishte i kënaqur me këtë përgjigje. Ai vendosi se e vërteta duhej të dilte. Jo për hakmarrje, por për drejtësi. Për të gjithë artistët që ende vuanin, që ende detyronin të zgjedhin mes artit dhe shëndetit. Ai kontaktoi një gazetar investigativ me emrin Ermal Hasani, që kishte reputacion për zbulimin e skandaleve qeveritare. Ermal pranoi të hetonte. Dhe ajo që ai zbuloi ishte edhe më e keqe se sa Piro kishte imagjinuar. Nuk ishte vetëm Margarita. Kishte 10 artistë të tjerë, aktor, këngëtar, vallëzues, që kishin dosje të ngjashme. Të gjithë kishin vuajtur nga lëndime që nuk ishin trajtuar siç duhet. Të gjithë kishin qenë të presionuar për të vazhduar performancën.
Dhe të gjithë kishin qenë të heshtur nga një sistem që vlerësonte artin mbi artistin. Ermal publikoi një artikull të gjatë investigativ në korrik të vitit 2024. Artikulli ishte i titulluar "Çmimi i artit, si sistemi shkatërroi trupat e artistëve tanë më të dashur". Artikulli tregonte historinë e Margaritës, por gjithashtu tregonte historitë e të tjerëve, një këngëtar që kishte humbur zërin e tij për shkak të nodujve vokal që nuk ishin trajtuar, një vallëzues që ishte paralizuar pas një lëndimi shpine që ishte injoruar, një pianist që kishte zhvilluar artrit të rënd sepse ishte detyruar të luante edhe kur dora e tij ishte e ënjtur dhe e dhimbshme. Artikulli shkaktoi një valë indinjate. Njerëzit kërkuan përgjegjësi. Kërkuan reforma. Kërkuan drejtësi për artistët që kishin dhënë gjithçka dhe kishin marrë vetëm vuajtje në këmbim. A ishte kjo fundi i heshtjes? A do të ndryshonte diçka tani që e vërteta ishte zbuluar? Apo a do të ishte vetëm një skandal tjetër që do të harrohej pas disa javësh? Në një seancë të jashtëzakonshme të Parlamentit të Shqipërisë në gusht të vitit 2024, u thirr një komision i veçantë për të hetuar kushtet e punës së artistëve gjatë dhe pas regjimit komunist. Kryetarja e komisionit ishte një deputete e re me emrin Angela Koci, që vetë kishte qenë balerinë në të rinj dhe që kishte lënë karrierën për shkak të një lëndimi që nuk ishte trajtuar siç duhet. Ajo e kuptonte dhimbjen e Margaritës dhe të artistëve të tjerë në një nivel personal. Dhe ajo ishte e vendosur të siguronte se kjo herë, e vërteta nuk do të varrosej. Seanca e parë e komisionit ishte publike. Dhoma ishte e mbushur me gazetar, me artist, me familje të atyre që kishin vuajtur. Dhe në rreshtin e parë, ulur me dinitet por me një shprehje të rëndë, ishte Margarita Xhepa vetë. Ajo kishte pranuar të dëshmonte, jo sepse donte vëmendje, por sepse besonte se historia e saj mund të ndihmonte të ndryshonte sistemin për brezat e ardhshëm. Kur Angela e thiri Margaritën për të folur, dhoma u bë e heshtur. Të gjithë e dinin se kjo ishte një moment historik. Margarita u ngrit ngadalë, duke u mbështetur në bastonin e saj dhe ecë drejt mikrofonit. Ajo u ul dhe shikoi dhomën. Pastaj filloi të fliste me një zë që ishte i qetë por i fuqishëm. "Emri im është Margarita Xhepa", tha ajo. "Dhe unë jam këtu për të treguar një histori që kam mbajtur brenda për shumë vite. Jo sepse kisha turp, por sepse nuk e dija nëse dikush do të dëgjonte. Por sot, ju po dëgjoni. Dhe për këtë, jam mirënjohëse." Ajo vazhdoi të tregonte historinë e saj, nga rënia e parë në vitin 1987, te vitet e vuajtjes së fshehur, te operacionet, te vendimi për të folur. Ajo nuk fshihte asgjë. Ajo foli për dhimbjen, për frikën, për presionin që ndjente për të vazhduar edhe kur trupi i saj i thoshte të ndalonte. Dhe ajo foli për sistemin, për kontratën që e detyroi të heshë, për mjekët që injoruan rekomandimet e tyre, për drejtorët që vlerësuan performancën mbi shëndetin. Kur ajo mbaroi, dhoma ishte e heshtur. Pastaj, një deputet, një burr i moshuar që kishte qenë ministër i kulturës në vitet e 90, u ngrit për të folur. "Zonjë Xhepa", tha ai, "unë dëgjova dëshminë tuaj me interes të madh. Por duhet të them se unë nuk pajtohem me karakterizimin tuaj të sistemit. Ne bëm gjithçka që mundëm për të mbështetur artistët. Nëse ju zgjodhët të mos raportoni lëndimet tuaja, kjo ishte zgjedhja juaj, jo faji i sistemit." Kjo deklaratë shkaktoi një reagim të menjëhershëm. Njerëzit në dhomë filluan të bërtasin. "Turp! Si guxon?" Ajo ishte e detyruar. Angela, kryetarja, duhej të godiste me çekiç për të rivendosur rendin. Margarita e shikoi deputetin me një qetësi që ishte më e fuqishme se çdo zemërim. "Zoti deputet", tha ajo, "ju thoni se ishte zgjedhja ime. Por çfarë zgjedhje e kisha? Nëse raportoja lëndimin, do të humbisja rolin. Nëse humbisja rolin, do të humbisja karrierën. Nëse humbisja karrierën, do të humbisja identitetin tim. Kjo nuk është zgjedhje. Kjo është shantazh." Dhe sistemi që ju mbrojtet ishte i ndërtuar mbi atë shantazh. Deputeti nuk kishte përgjigje. Ai u ul në heshtje. Dhe dhoma shpërtheu në duar trokitje. Pas dëshmisë së Margaritës, artistë të tjerë erdhën për të folur. Një këngëtar i vjetër tregoi se si kishte humbur zërin e tij sepse ishte detyruar të këndonte edhe kur kishte laringit. Një vallëzuese tregoi se si kishte zhvilluar artrit të rënd sepse ishte detyruar të stërvitej edhe kur gjunjët e saj ishin të ënjtur.
Një pianist tregoi se si kishte humbur aftësinë për të luajtur sepse ishte detyruar të performonte edhe kur dora e tij ishte e thyrë. Çdo dëshmi ishte një goditje në zemër. Çdo histori ishte një dëshmi e një sistemi që kishte dështuar artistët e tij. Dhe në fund të ditës, kur seanca u mbyll, ishte e qartë se diçka kishte ndryshuar. E vërteta ishte jashtë. Dhe nuk kishte më kthim prapa. Komisioni punoi për 3 muaj. Ata intervistuan 10 dëshmitar, shqyrtuan qindra dokumente, vizituan arkiva që nuk ishin hapur për dekada. Dhe në nëntor të vitit 2024, ata publikuan një raport që ishte 536 faqe të gjallë. Raporti konfirmoi atë që shumë njerëz kishin dyshuar, por askush nuk kishte provuar, se sistemi kishte shfrytëzuar artistët në mënyrë sistematike, se kishte injoruar shëndetin e tyre për hir të produktivitetit, se kishte fshehur të vërtetën për të mbrojtur reputacionin e institucioneve. Raporti rekomandoi një seri reformash, ligje të reja për të mbrojtur të drejtat e artistëve, kompensim për ata që kishin vuajtur, një fond i veçantë për trajtimin mjekësor të artistëve të moshuar. Dhe më e rëndësishmja, raporti rekomandoi një falje publike nga shteti për atë që kishte bërë. Në dhjetor të vitit 2024, kryeministri i Shqipërisë dha një konferencë për shtyp. Ai qëndroi para kamerave dhe lexoi një deklaratë që kishte qenë shkruar me kujdes nga një ekip këshilltarësh. Në emër të qeverisë së Shqipërisë, tha ai, unë dua të kërkoj falje nga të gjithë artistët që vuajtën nën sistemin e vjetër. Ju dha të gjithçka për artin tuaj, për vendin tuaj, për popullin tuaj. Dhe në këmbim, ne ju dëmtuam. Ne ju shfrytëzuam. Ne ju harruam. Kjo ishte e gabuar. Dhe ne jemi të penduar thellësisht. Deklarata u prit me reagime të përziera. Disa njerëz e konsideruan si një hap të rëndësishëm drejt drejtësisë. Të tjerë e konsideruan si shumë pak, shumë vonë. Dhe disa e konsideruan si thjesht fjalë që nuk do të ndryshonin asgjë për ata që tashmë kishin vuajtur. Margarita Xhepa dëgjoi deklaratën në shtëpi, e rrethuar nga familja e saj. Kur kryeministri mbaroi, ajo nuk tha asgjë për një kohë të gjallë. Pastaj buzëqeshi, një buzëqeshje e trishtuar por e sinqertë. Është një fillim, tha ajo. Jo një fund, por një fillim. Dhe ndonjëherë, kjo është gjithçka që mund të shpresojmë. Piro e pyeti nëse ajo ndjej e kënaqur. Margarita mendoi për një moment. Jo, tha ajo. Sepse asgjë nuk mund të kthejë vitet që humba, dhimbjen që vuajta. Por ndihem e dëgjuar. Dhe kjo, në një mënyrë, është një lloj drejtësie. Në muajt që pasuan, reformat filluan të zbatohen. U krijua një fond i ri për artistët në nevojë. U miratuan ligje të reja që kërkonin që të gjithë artistët të kishin të drejtë për trajtim mjekësor pa frikë se do të humbnin punën. U hap një qendër e re këshillimi për artistët që vuanin nga probleme shëndetësore ose emocionale. Dhe më e rëndësishmja, u krijua një kulturë e re, një kulturë ku artistët nuk ishin më të detyruar të zgjedhin mes artit dhe shëndetit, por mund të kishin të dyja. Ishte një ndryshim i ngadaltë, por ishte një ndryshim. Dhe Margarita Xhepa, që kishte vuajtur aq shumë për aq gjatë, ishte në zemër të atij ndryshimi. Por ndërsa bota jashtë po ndryshonte, bota brenda Margaritës po luftonte ende. Operacioni i fundit kishte ndihmuar, por nuk kishte zgjidhur gjithçka. Trupi i saj ishte i lodhur, jo vetëm nga lëndimet, por nga vitet e stresit, të dhimbjes, të luftës së vazhdueshme. Në janar të vitit 2025, Margarita filloi të ndjente një dhimbje të re, jo në këmbë, por në gjoks. Ishte e njëjta dhimbje që kishte ndjerë në vitin 2019, kur kishte pasur atakun e lehtë të zemrës. Por kësaj radhe ishte më e fortë. Ajo shkoi te mjeku. Mjeku bëri teste. Dhe rezultatet nuk ishin të mira. Zemra e saj, e lodhur nga vite stresi, po dobësoi. Mjeku i tha se kishte nevojë për trajtim, ilaçe të reja, ndryshime në dietë, pushim i plotë. Dhe nëse gjendja përkeqësoi, ndoshta do të kishte nevojë për një operacion në zemër. Margarita dëgjoi në heshtje. Pastaj pyeti, sa kohë më keni dhënë? Mjeku hezitoi. Nëse kujdeseni për veten, mund të jetoni shumë vite të tjera. Por nëse nuk e bëni, ndoshta 2 vjet. Ndoshta më pak. Margarita buzëqeshi, një buzëqeshje e lodhur. Pra kjo është, tha ajo. Trupi im më thotë se është koha për të pushuar. Mjeku u përpoq ta bindë të merrte trajtimin seriozisht.
por Margarita e ngriti dorën. Doktor, tha ajo, unë kam marrë trajtim gjithë jetën time. Kam bërë operacione, kam marrë ilaçe, kam luftuar. Dhe jam e lodhur. Nuk dua të kaloj vitet e mia të fundit duke luftuar trupin tim. Dua t'i kaloj duke jetuar. A ishte kjo dorëzim? Apo ishte pranues? Dhe çfarë do të ndodhte tani që Margarita kishte vendosur se nuk donte të luftonte më? Në një mbrëmje të qetë marsi të vitit 2025, Margarita Xhepa u ul në karrigen e saj të preferuar, karrigen e vjetër lëkure që kishte qenë e bashkëshortit të saj Gulielm, dhe thiri familjen e saj. Piro erdhi me gruan e tij Elira dhe me 2 nipërit. Ata u ulën rreth saj, duke ditur nga shpreha e saj se ajo kishte diçka të rëndësishme për të thënë. Margarita i shikoi të gjithë me dashuri. Unë dua t'ju them diçka, tha ajo. Dhe dua që ju ta dëgjoni pa ndërprerje, pa u përpjekur të më bindni të ndryshoj mendje. Ata u shqetësuan, por ranë dakord. Margarita mori një frym të thellë. Unë kam vendosur se nuk dua trajtim të mëtejshëm për zemrën time, tha ajo. Mjeku më tha se kam nevojë për ilaçe të reja, ndoshta për një operacion. Por unë nuk dua. Kam luftuar gjithë jetën time. Dhe tani, dua të pushoj. Dua të kaloj kohën që më kam mbetur duke jetuar, vërtet duke jetuar, jo duke luftuar. Piro filloi të flas, por Margarita e ngriti dorën. Lerm të mbaroj, tha ajo bull. E di se ju më doni. E di se doni që unë të jem këtu sa më gjatë të jetë e mundur. Por dashuria nuk do të thotë të mbash dik gjallë me çdo kusht. Do të thotë të respektosh dëshirat e tij. Dhe dëshira ime është të kaloj kohën që më kam mbetur me ju, duke qeshur, duke kujtuar, duke dashur. Jo në spitale, jo duke pritur për operacione, jo duke luftuar trupin tim. Ajo shikoi Piron. Djali im, tha ajo, ti më ke dhënë kaq shumë. Më ke mbështetur, më ke dashur, më ke luftuar për mua. Dhe jam mirënjohëse. Por tani, të lutem, lerm të zgjedh se si të mbaroj këtë udhëtim. Lerm të kem paqe. Piro qau. Ai nuk donte ta pranonte. Por ai e dinte se nëna e tij kishte të drejtë. Ajo kishte jetuar jetën e saj sipas kushteve të saj. Dhe ajo meritonte të mbaronte atë në të njëjtën mënyrë. Në rregull, nën, tha ai me zë të thyrë. Ne do ta respektojmë vendimin tënd. Por premto se do të na thuash nëse ke nevojë për diçka. Premto se nuk do të vuash në heshtje. Margarita buzëqeshi. Premtoj, tha ajo. Nuk do të kem më sekrete. Kohët e sekreteve kanë mbaruar. Muajt që pasuan ishin ndër më të bukurit në jetën e Margaritës. Ajo nuk luftonte më. Ajo thjesht jetonte. Ajo kalonte kohë me familjen e saj, duke luajtur me nipërit, duke gatuar me Elirën, duke folur me Piron për jetën, për artin, për gjithçka. Ajo ftoi miqtë e vjetër për çaj. Ajo shkroi letra për njerëzit që kishin ndikuar në jetën e saj. Ajo madje shkoi në teatrin kombëtar, jo për të luajtur, por vetëm për të qëndruar në skenë për herë të fundit, për të ndjerë dritën e reflektorëve, për të kujtuar të gjitha momentet e bukura që kishte jetuar atje. Në maj të vitit 2025, Margarita organizoi një event të veçantë. Ajo e quajti një mbrëmje me Margarita, një event ku ajo do të fliste për jetën e saj, do të përgjigjej pyetjeve nga publiku, do të ndante histori që nuk I kishte treguar kurrë më parë. Eventi u mbajt në teatrin kombëtar. Salla ishte e mbushur plot, 560 vende, të gjitha të zëna. Njerëzit erdhën nga I gjithë Shqipëria për ta dëgjuar. Kur Margarita doli në skenë, duke ecur ngadalë, duke u mbështetur në bastonin e saj, por me kokën lart, publiku u ngrit në këmbë dhe duart trokiti për 10 minuta. Margarita qëndroi atje, duke buzëqeshur, duke qarë, duke ndjerë dashurinë e njerëzve që e kishin ndjekur gjithë jetën e saj. Ajo foli për 2 orë. Tregoi histori nga fëmijëria e saj në Lushnjë, nga vitet e saj në Institutin e Arteve, nga karriera e saj në teatr dhe në film. Ajo foli për dashurinë e saj për Gulielmin, për gëzimin e të qenit nën, për dhimbjen e lëndimeve, për vendimin për të folur. Dhe ajo foli për atë që kishte mësuar. Jeta nuk është e përsosur, tha ajo. Dhe as ne nuk jemi. Por ajo që ka rëndësi është se si zgjedhim të jetojmë me papërsosmërinë. A zgjedhim të luftojmë, të vuajmë, të fshehim? Apo zgjedhim të pranojmë, të ndajmë, të kërkojmë ndihmë? Unë zgjodha të luftoj për shumë vite.
Dhe pagova një çmim të lartë. Por tani kam zgjedhur të pranoj. Dhe kam gjetur paqe. Në fund të mbrëmjes, një vajzë e re nga publiku, një studente e Institutit të Arteve, e pyeti: "Zonjë Xhepa, nëse do të mund të ktheheshit prapa dhe të bëje gjithçka përsëri, a do të ndryshoje diçka?" Margarita mendoi për një kohë të gjatë. Pastaj tha: "Po. Do të kisha kërkuar ndihmë më herët. Do të kisha folur më shumë. Do të kisha besuar se shëndeti im ishte po aq i rëndësishëm sa arti im. Por a do të kisha lënë skenën? Jo. Sepse skena ishte jeta ime. Dhe edhe me të gjithë dhimbjen, edhe me të gjithë vuajtjen, nuk do ta ndryshoja atë për asgjë." Kjo përgjigje, kjo pranues kompleksi i gëzimit dhe dhimbjes, i dashurisë dhe humbjes, ishte thelbi i Margarita Xhepës. Ajo nuk ishte viktim. Ajo nuk ishte heroin. Ajo ishte thjesht një grua që kishte jetuar një jetë të plotë, të komplikuar, të vërtetë. Dhe kjo ishte mjaft. Sot, në fund të vitit 2025, Margarita Xhepa vazhdon të jetojë. Ajo nuk ecë më shumë, këmba e saj dhe zemra e saj nuk e lejojnë. Por ajo jeton. Ajo kalon ditët e saj në shtëpi, e rrethuar nga familja, nga miqt, nga njerëzit që e duan. Ajo lexon, shkruan, ndonjëherë shikon filmat e vjetër ku luajti. Dhe çdo herë që shikon, ajo buzëqesh, jo me trishtim, por me mirënjohje. Sepse ajo e di se ajo grua në ekran, e re, e bukur, e plot me jetë, ishte ajo. Dhe edhe pse trupi i saj ka ndryshuar, shpirti i saj është i njëjtë. Fondacioni që ajo krijoi vazhdon të punojë. Deri tani, ka ndihmuar mbi 300 artistë me trajtim mjekësor, me këshillim, me mbështetje financiare. Çdo vit, fondacioni organizon një event ku artistët e rinj performojnë dhe ku artistët e vjetër ndahen historitë e tyre. Është një vend ku brezat takohen, ku e kaluara dhe e ardhmja bashkohen, ku arti dhe njerëzimi respektohen njësoj. Ligjet që u miratuan pas raportit të komisionit kanë bërë një ndryshim të vërtetë. Artistët tani kanë të drejta që Margarita nuk i kishte, të drejtën për të raportuar lëndime pa frikë, të drejtën për trajtim mjekësor pa humbur punën, të drejtën për të thënë jo kur trupi i tyre thotë mjaft. Nuk është perfekte. Ka ende probleme, ende sfida. Por është më mirë. Dhe kjo është diçka. Por ndoshta trashëgimia më e madhe e Margarita Xhepës nuk është në ligje ose në fondacione. Është në zemrat e njerëzve që ajo ka prekur. Në çdo aktor të ri që tani e di se është në rregull të kërkosh ndihmë. Në çdo artist të moshuar që tani e di se nuk është vetëm. Në çdo person që ka lexuar historinë e saj dhe ka kuptuar se vuajtja nuk është virtyt, se shëndeti nuk është dobësi, se të kërkosh ndihmë nuk është turp. Një ditë, në shtator të vitit 2025, Angela Pepa, aktoreja e re që Margarita kishte takuar në spital vite më parë, erdhi për ta vizituar. Ajo solli lule dhe një letër. Letra thoshte: "Zonjë Xhepa, faleminderit që më shpëtuat. Jo vetëm mua, por një gjeneratë të tërë. Ne tani mund të jetojmë dhe të krijojmë pa frikë. Dhe kjo është për shkak tuaj." Margarita e lexoi letrën dhe qau. "Jo," tha ajo. "Është për shkak të gjithëve që folën, që luftuan, që refuzuan të heshtin. Unë isha vetëm një zë. Por së bashku, ne jemi një kor." Dhe kështu, historia e Margarita Xhepës nuk mbaron me një tragjedi. Mbaron me shpresë. Shpresë se ndryshimi është i mundur. Shpresë se e vërteta, edhe kur është e dhimbshme, ka fuqi. Shpresë se edhe kur trupi yt të tradhtoj, shpirti yt mund të mbetet i fortë. Shpresë se jeta, me të gjithë dhimbjen dhe gëzimin e saj, vlen të jetohet plotësisht. Margarita Xhepa nuk është më në skenë. Por ajo është ende këtu. Dhe ndërsa ajo është këtu, ajo vazhdon të na mësoj, jo se si të performojmë, por se si të jetojmë. Se si të durojmë. Se si të falim. Se si të shpresojmë. Dhe se si, në fund, të gjejmë paqe. Por a ishte e drejtë që Margarita të vuante aq shumë për artin e saj? A duhej sistemi ta kishte mbrojtur më mirë? Apo a kishte ajo të drejtë të zgjidhte vuajtjen për hir të pasionit të saj? Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta. Sepse jeta nuk është e thjeshtë. Dhe zgjedhjet që bëjmë, veçanërisht zgjedhjet mes asaj që duam dhe asaj që na nevojitet, janë shpesh të komplikuara, të dhimbshme, të paqarta. Por ndoshta kjo është pika. Ndoshta jeta nuk është për të gjetur përgjigje të përsosura.
është për të jetuar me pyetje, për të pranuar kompleksitetin, për të dashur edhe kur është e vështirë, për të vazhduar edhe kur je i lodhur, dhe për të gjetur në fund një lloj paqeje, jo sepse gjithçka është e përsosur, por sepse ke bërë më të mirën që ke mundur me atë që ke pasur. Miqtë e mi, si e shihni ju historinë e Margarita Xhepës? A ishte ajo viktime e një sistemi mizor, apo ishte ajo një grua që zgjodhi të jetonte jetën e saj sipas kushteve të saj? A duhej ajo të kishte ndaluar më herët, apo a kishte të drejtë të vazhdonte derisa trupi i saj tha mjaft? Dhe çfarë për ne, si mund të mësojmë nga historia e saj? Si mund të sigurohemi se artistët e sotëm nuk vuajnë në të njëjtën mënyrë? Shkruani mendimet tuaja në komente. Na tregoni nëse ju ose dikush që njihni ka kaluar diçka të ngjashme. Na tregoni nëse historia e Margaritës ju ka prekur, ju ka mësuar diçka, ju ka ndryshuar në ndonjë mënyrë. Sepse kjo është fuqia e historive, jo vetëm të na argëtojnë, por të na lidhin, të na mësojnë, të na bëjnë të ndihemi më pak të vetmuar në luftërat tona. Nëse kjo histori ju preku, ju lutem vendosni një like dhe abonohuni në kanalin ton. Sepse ka shumë histori të tjera si kjo, histori të njerëzve të vërtet që kanë jetuar jetë të jashtëzakonshme, që kanë vuajtur, që kanë luftuar, që kanë mbijetuar. Dhe të gjitha këto histori meritojnë të dëgjohen. Faleminderit që ishit këtu. Dhe kujtoni, kujdesuni për veten. Sepse jeta është e çmuar. Dhe ju meritoni ta jetoni atë plot.